Mirë se erdhët në Fantasy Pod, podcasti I parë dhe I vetëm në Shqipëri, ku disa burra të rritur dhe të shëndetshëm mendërisht, shumë e rëndësishme për të thënë, flasin për fantazi, zakonisht flasin për fantazi Premier League, fantazi La Liga dhe fantazi Serie A. Unë jam Rigersi, siç besoj e dini tashmë, edhe bashkë me mua përveç meje është edhe një person që nuk po ja them emrin, le të vetë prezantohet këtë herë nga që është pak I maskuar dhe nuk di kush mund të jetë. Bane. Ka rikthyer Bane. Unë thon drejtën refuzoj të flas për shkak të rezultateve në fundjavë. Nuk ka nisur akoma, java parë nisën këtë javë, domethënë, pavarësisht se në FPL kam dalë mirë, po pe ekipi pastaj muhabet tjetër. Ke ekipi zemrës. Po, ekipi zemrës, ja. Kuptuat ky është Fabi. Mund të jetë pak e vështirë për të kuptuar. Atëre. Ja se do të shmaskohem për pak. Sa të miki pak turpi, është e gjitha për shkak të turpit. Ka për planet marri Pengri Charlisonin mora vesh. Kemi një mikun tim tjetër, I vetë shpallur I rivali im ndonjëherë. I vetë shpallur. Nuk besoj se mund të quhet I ftuar sepse është pjesë e ekipit patjetër. Është punojmë me honorar. Fantakik Super Sub do jetë Denisi Super Subi jon, domethënë. Të sezon. Mirë se u gjeta, mirë se u gjeta. Dhe kemi Saidin që ka ardhur për të përfaqësuar Fantakikun të mirë se u gjeta shumë. Këtë episod. A do nisim Riga? Tani ta nisim një herë me sponsorat tanë. Them unë. Ta nisim me partnerët tanë, po. Me që jemi në fillim. Jemi. Atëherë, duhet përmendim sponsorat patjetër, është Credence Bank, sponsori general, pastaj është Opa, kuzhina mediterane më e mirë që un kam provuar në jetën time. Mund ta gjeni në Tiranë, në Shkodër, por edhe me delivery kudo që ndodheni në këto dy qytete patjetër. Kemi Pokun, platforma digjitale ku mund të bëni pagesa online dhe jo vetëm, mund të përdoret për 1000 gjëra. Është super aplikacion, se unë e kam këtu. Dhe kemi edhe kush është tjetri Fabis? Kemi Superboku. Kemi Superbokun. Me që po Superboku gëzuar dhe pa harruar edhe çunat e Fantakikut që na kanë mundsuar super lojën në Fantasy La Liga dhe Serie A. Gëzuar herë. Gëzuar gjithëve. Atëre, Fabi, qofse je gati, bëjmë një review të javës parë, që ishte një javë shumë U rikthyem. Kaotike, mund të themi, e Premier Ligës, shumë paqartësi sepse trajner trinj, lojtar trinj, është akoma një lëmsh I madh Premier Liga. Ne këta të vjetrit na zgënjyen Riga. Këta të vjetrit na zgënjyen. Po bra. Dhe të rinjt sërse kishin një problem. Ta që qethën e pastaj harrojnë Bengola. Nuk e di Ari nëse mund ta nxjerrë kur të jetë gati Fabi, jemi gati? Jemi gati. Okej, atëherë Ari, të lutem, këto janë informacionet që kemi bërë. Screen ose një main screen këtë. Kjo është java e parë paktën për javë parë, okay. Po. Tre formacionet tona që jemi këtu në studio. Formacioni I Rigës, formacioni I Denisit dhe formacioni I Fabit. Po e nisun me që unë jam I pari aty. What? Jo se jam I miri. I pari nga Rendi. Majtas. Nga Rendi. Jo. Është Fabi I pari. Me pikë. Do flasim për pikët. Për pikët, nuk I kemi pikët tu? Jo, do I gjejmë dhe pikët. Si kemi 100 pikë të mia. Nuk ka problem. Atëherë këto janë ekipet tona që kemi për javën e ardhshme. Po për pikët nuk e kemi. Javën e parë kam me pikët, po fol një artist dhe I them Arit unë që ta nxjerrin për pikët. Okej. Atëherë, unë nuk kam bërë asnjë ndryshim, normalisht pasi filloi loja është mirë që të gjithë ta ruajnë zëvendësimin, vetëm nëse keni shumë nevojë të ndërhyni, nuk është dhe ky është një tip për Nice. Habla. Pse kam trafur dhe sikur ta kam dhënë ty e kam ndryshuar edhe. Jam 1 sekond të nxjerrim pak. Ari ishte pak 2 sekonda sa të nxjerr formacionet tamam. Për çfarë? Jo, vazhdo. Se I kam bërë gati dhe formacionet kështu. Ti s'ke bën ndryshime pasojë. Formacionet e Unë them që nuk kam bërë ndryshime dhe zakonisht kur sa fillon loja quhet java e parë si një wild card, pra që ti mund të bësh 100 ndryshime. Dhe është pak si pasens që me atë ekip që keni një muaj duke e bërë të bësh direkt ndërhyrje. Pra normalisht duhet ta kishe bërë për disa javë të akumulosh disa transferime, siç dihet në Premier League akumulohen deri në 5 transferta falas dhe të cilat mund t'i përdorë si një mini wildcard nëse do duhet. Është e mirë që mos bëhen transferime, mos u bëni pre e rritjes së çmimeve të lojtarëve. Për shembull, sot janë rritur Sangare I Brentford dhe De Kuiper I Brightonit, që bën 2 javë shumë të mira. Aty do I keni, akoma janë të lirë, nuk është e nevojshme t'i keni për javës tjetër, duke parë që Sangare me kë ka Brentford javës tjetër, nuk është se ka një njëshje të lehtë, kurse Brightoni e ka me Chelsea,
kështu që nuk do sugjeroja ti merrni për këtë javë, aty do I keni për javët e më pasme. Brentford ka me Leedsin, me Traffordin e madh. Qofse ju ka kapur paniku për sa I përket Brunos edhe Haalandit, është thjesht një javë. Nuk është vërtet gabimin që ti hiqni si Denisi që mund të ketë. Këto janë ekipet me pikë. Si ka pas fare. Si ka pas fare. Okej, këto janë pikët. Njeriu me nuhatje. Siç e shihni, nisim me formacionin e Fabit, me që është më I miri. Fabi na shpjegoi pak si arritet të bësh këtë super javë. Atëherë unë shpjegova, unë thash që do bëja bench boosting që javën e parë, pra gjithë strategjia ishte rreth bench boostit. Normalisht duke llogaritur se Arsenali e kishte ndeshjen e parë me Coventry brenda. Normalisht do merja 3 lojtarë të Arsenalit në mbrojtje dhe mora 3 lojtarët më të thjeshtë që e dija që do startonin. Calafiori nuk e mora sepse nuk e dija nëse do startonte I ose Hinkapje. Dhe normalisht Gabriel, Mosquera, Ryan më dhanë shumë pikë, më nderoi Chelsea, Rodgers dhe Joao Pedro me një super paraqitje me Fulemin. Fatkeqësisht I vetmi që më la për dëshiruar nga, po heq Van Heken, se kishte problem tjetër, I vetmi që la për dëshiruar nga ata që kisha ishte kapiteni, që ishte Haalandi, që dha vetëm 4 pikë, humbi dhe rast. Humbi super rast. Domethënë, që nuk e kishin quajtur as për si rast të optës. Ndër tjera pastaj ndjaje XG të vogël, ndërkohë ishte rast për XG1. Ajo që era me jokes. Ndjaje bëri gol, Xhaka bëri asist dhe Defkone, bëri Defkon minutë fundit. Soboslaj po ashtu bëri penalti minutë fundit, më ka nderuar nga minuta fundit fakt këtë javë. Dhe Luke Shaw pastaj unë nuk pata aq shumë besim te lojtarët e United sa të tjerët, mora 2 lojtar, pavarësisht se shumica që me aq sa fola unë kishin marrë 3 lojtarë të Unitedit, unë pata më pak besim, më vlerësoj, më nderoj besimi pakat që kisha ke United edhe shpëtova të paktën pikët ke Unitedi. Tani do shohim për javën tjetër se kemi ca surpriza ke java tjetër. Nëse te mbrojtja ose te United përgjithësi të gjithë e hëngrëm Karremin sepse lunte me një Hull të ardhur nga Championshipi. E vërtetë. Megjithëse më kanë kërkuar të kërkoj falje publikisht që nuk I dha shanse Hullit fare, po fare. Dhe me sa duket pas kanë pasur gabim sepse Hulli që ka ekip për titullin e Premier Ligës, kështu që mytuni me lojtarët e Hullit çuna mos I leni. Neve do nxjerrim dhe formacionin e javës Premier Ligës me lojtarët që janë vlerësuar më shumë dhe janë 2 lojtarë të Hullit. Po mirë, normal. Ta keni parasysh për javës tjetër. Nuk posun gol edhe vetëm Defkone. Kalojmë te ekipi I Denisit me që s'ka fol fare tani. Çfarë klasim valla, ekipi im se je bëri pa besueshëm. Se ti s'ke nevojë për bench boost, se nuk e bën. Këshillën që madhe nuk e ndoqja, po ta kishin ndjekur këshillën tënde, kisha bërë bench boost, do kisha një 20 ca pikë më shumë aty. Ai kishte një lojtar Denis në bench që merrti gjunaf që nuk e Trafford dhe Kajode. Çfarë 13 pikë aty. Kajode, Trafford, nuk e di sa I ka ikë qendron që zgjodha, e kupton, nuk është. Jo, shumë por thash që Tottenhami Fabit thash kush e di ç'do bëj. Do bëj namin se ja ku kam Senezin. E bëri namin, po e bëri në të kundër. Ja ku e kam Senezin. Atë thash do bëj diçka Senezi që merr 3 pikë, rige masi ha 4 gola. Defkone edhe 3 gola, për të justifikuar, nuk e dinim që do startoni me Richarlison dhe Gallagher. Ndryshe nga kush nuk e dinte. Nga herët e tjera, se ti e di, nga që kam patur në krah kur bëja këto zgjedhje. Kështu gjithmonë e nis me që një javë parë në triple cap, kurse këtë herë kam marrë shumë chill, me që jam akoma. Këtë herë që duhesh tek. Këtë herë të duaj. Për fitoren e sezonit kaluar që dola si për jush. Avokado. Po pra, këtë jo fitore. Mora qet, pra 15 pikë rige, nuk janë keq. Tash I zgënjimi aty Karrimin, se dëgjova aty, këtu të dëgjova që Hulli kshu e Hulli ashtu. Mbumon direkte. Mbumon e kishte 3 çerek lojës, po nese. Nuk ishte Pedro, e di pse nuk e zgjodha Pedron, ma men kur kisha teorinë që duhet të kesh gjithmonë një lojtar për ndeshjen e fundit, ta kesh në fund që të shpëtojnë nëse ka shku sezoni keq kam pasur teorinë. Mora Pedron dhe po mendoja ta bëja kapiten, sa thash, ndeshje fundit, si dihet. Arbeloa gjëra. Mos Bracolis. Mos të stepi pak edhe pjesa që Joao Pedro mori 9-ën ke Chelsea, që është mallkimi më I madh që ekziston. Jo, këto nuk I shoh. Po në krahasim me Tyrige, kapitenin e zgjodha më mirë unë. Krahasim me Stisha Landi një perl. Po te si shanse me kapitenin ke drejt. Kishte Colis, patë janë 2 raste që mund të bënte edhe diçka, po. Paktën edhe një gol mund të bëj. Se s'mbaj mund që javë parë të ke marrë kaq shumë pikë në një herë, kështu që zakonisht kisha me 30 me 40 çe. Thjesht pak keqardhje për Stolin, po nuk është se quhet javë keqe. Keqardhje për Stolin, po më gënjeu Fabi aty
Ma futi fab në son Je një nga të paktat që mund të kesh kap kapitenin se gjithë kanë pas o Bruno o Haaland. Kështu që je një nga të pak me të lojtarë këtë javë që ke kap kapitenin bot, jo të liga jonë, se të liga jonë. Vlerësova dhe legjendën Van Dijk, edhe ke ndryshimet që kanë bërë, se s'kan bërë ndryshime kështu, s'kan përdorur wild card, hera parë që s'përdor wild card në javë, çuditshme, fare. Po atëherë pas kanë ndryshuar. Thjesht kam ulur Virgil e kam ulur në stol, kam çuar Kajoden lart. Unë duket se kam ulur edhe Senezin, normalisht. Do të se Newcastle do jemi më mirë, po ja, do shoh informacion. Do shoh informacion. Jo, mund të jeni më mirë, po se do hani një gol me çapash, edhe mund ta hani një gol, apo? Newcastle ja zelloi presionin, s'ka, është pas një gjë, do shkoj fushën e Nemit. Morëm një super barazim. Me De Zerbin trajner. Se shiko, llogaritshmi i gol e ke. Tash trajner italian një ndeshje në javë do i karikoj çuna. Llogaritshmi kasti po regjistrohet pak orë para se të fillojë dhe Tottenhami dhe Newcastle për Kupën e Ligës. Duke parë që kjo është maraton dhe jo sprint, jam shumë i kënaqur për pikët që kam bërë. Sa fjalë bukur. Këto janë fjalët e mia që i kam përdorur unë para shumë vitesh dhe më në fund e ka kuptuar edhe Denisi që kjo është një maraton dhe një sprint. Po, sa të shkojnë shtëpi wild card gjithë. Hiç atë. Na shpjego pak o Rige se çfarë bën. Edhe unë jam i kënaq me javën e parë. Normalisht unë bëra bench boost. Bench boost vetëm 4 pikë larg meje. Bench boosti më doli i 63 jemi apo 61. 61 tipo? 61. Mu më doli deri diku i suksesshëm, pra bench boosti zakonisht është 10 deri në 15 pikë një bench boost i mirë. Unë jam te 10 pikë, 12 pikë, nuk sa i bie aty se nuk di as në mbledh tash. Tani aty bie 12 pikë Rige në kokë. 12 pikë në kokë. Ai sa më pak sa Kajode që ka Denisi pa bench boost në start. Po çfarë i bëjmë ne Denisi? Çfarë i bëjmë? S'ndoj se këshillën. Nuk jam i mërzit sepse kur e shoh këtë ekip them që kanë bërë zgjedhjen e dur. Pra Nico Williams ishte për 3 bonus pointe deri në momentin që pësoi goli Nottingham Forest dhe ishte gol në 85, po që edhe mund të ishte shmangur, gjithsesi. Calvert Lewin e kanë gjithë nuk e vras shumë mendjen, Shade ti që e pe ndeshjen mund ta konfirmosh që se si ka dalë pa pikë nga ndeshja me Tottenhamin, vetëm ai lart e di, sepse është pa shpjegueshme. Jo, e di dhe Igor Thiago, do di dy veta. Mirë, edhe Thiago që umi po përveç asistit. Jo penaltin, jo, humbi dhe raste të tjera, se un pash ndeshjen, ndryshe nga të tjerët, un pash Tottenhamin, nuk pash Interin atë ditë. E pash gjithkohës me gojë hapur. Çfarë po ndodh me Tottenhamin? Unë e pash me sy mbyllur. Se për Interin ti ku po lutet? Po çeti për Interin e pash, u gëzova për Varelën çfarë bëri, pastaj e fika. Çfarë bën? Pa bëri 1-1. Unë nuk e vras shumë mendjen. E di që javës tjetër kam 2 super bisha, Bruno Fernandes që lu brenda me Ipswich në Haalandin që lu jashtë me Crystal Palace. Kështu që jam i qetë. Këta që janë pa Haaland, pa Bruno, nuk e di si do bëjnë gjumin këto ditë, po unë jam super i qetë. Ç'është kjo? Kanë marrë palë me Joao Pedro ata. Kanë marrë palë me Joao Pedro, them janë perla. Do luajnë për javë me Fulhamin, ë? Ta shohim me Brightonit, do jetë testi i parë i Chelsea me Brightonit, që është ekipi konsoliduar me trajner. Jo, edhe herë, po themi që do fitoj Chelsea me atë mbrojtje, të lutem. Jo, thjesht do bëjnë gola. Thjesht do bëjnë gola, se do vi Dibu Martinez poshtë, do bëjnë gola, e treguan çuna. Ta shohim. Do vi Dibu Martinez. Do ja gjejnë stilin e Chelsea, se Dibu pëlqen Dibu, me atë mbrojtje as Dibu s'ka çfarë bëj. Nuk më binde mbrojtje rige. Nëse te goli që ti kishte portierin, goli i dytë. Goli i dytë, dakor, po goli i parë i Kingut, jo goli i parë them. Ç'e ishte Sanchez, ç'e ishte? Edhe unë bëja gjë më të mirë. Po për 3-3. Si ishte portieri Mondos, e kishte kafshuar portieri Mondos, urdhëroni? Edhe për 3-3 bëri Budallik. Po e bëri Budallikun. Ishte gjithë mbrojtje, ishin të gjithë bashkëpunëtorët. Nëse. Për sulmin, besoj se do jenë në rregull. Besoj. Tash i kam dy lojtarë të sulmit Chelsea, normal që do bëjnë mirë, çfarë do bëjnë? Okej. Në FPL Chelsea është rezumeja paktën për javët e para. Neve të nxjerrim dhe Team of the Week në Premier League. Okej, nxjerrim dhe Team of the Week dhe pastaj bëjmë një 3 pyetje flash për javën e dytë. Mos të zgjatemi shumë. Ky është Team of the Week, Ari. Ky është Team of the Week për Premier League-ën në javën e parë. Formacioni i javës. Portieri Hullit? Kemi edhe pikët poshtë, pra kemi çmimin lart dhe pikët poshtë. Po të bëja këtë ekipin në javën e parë. Do mirë që do merrje pikët e dynjos, por do të tepronin dhe 15 milion. Pra ky ekipi bën 85 milion qetësi. Pa Haalandin, s'e shoh Haalandin aty. Haalandi e bëri pushim javën e parë. Gjinov që fituan ja apo. Ai ka ideja, mos ja bën një dhimbje domthon. Mos i hidh krip talenti modë Fiorentinës. Si hidh krip plagës. Do të kishim besuar këtyre legjendave të serisë A. I besuam Tonalit. Do bëj namin Tonali. Po unë thash FPL jo Tonalin, se s'bën për FPL. Të lutem se na ke çar veshët 100 milion, me fushor më i mirë historisë njerëzimit, po të lutem, po ç'është kjo?
Jo, që do bëte Tonali me atë Tottenham. Jo, këto s'do bëj as padashe, këtë si ekip të drejtë. Normalmente. As me autofill. As më jep Ne do i lek tregojmë në informacionet e javës çdo herë, po nuk do ketë ndryshim sepse informacioni i javës dihet që janë gjithë lojtarë pa parashikueshëm. Tash përveç Palmerit, edhe Joao Pedros, gjithë tjerët janë edhe Cody Gakpo. Është edhe Cody. Po mirë, prap Cody sulmuesi i Liverpoolit, supozohet që një rast e ka në ndeshje ose 2 raste. Gjithmonë nuk është një çudi që Cody ka bërë 12 pikë, s'është ka bërë Namin, ë? Thjesht s'ka pas më të mirë. White, bravo i qoftë 11 pikë me Arsenal, është i vetmi lojtar i Arsenalit. Okej. White-in e kisha në fantakik. E kem fantakik. Do kalojmë ke informacionet e javës dytë. Unë fantakik kam bërë nomin me Premier League-ën, e qia ca pikë. Oh! Shef këtu thon. Ishën vend parë. Ka jo ne kishën Stola apo e kishën kështu në fantakik kanë se kishën. Do thirrë sa ka gjëra. Kisha dha Landin. Ari hiqe 2 sekonda të kalojmë pak informacionet e javës. Ke informacionet e dyta. Okej. Informacionet e dyta. Po e nisim me Denisin. Thashun, ndryshimi që kam bërë është kam ulur Virgil në stol, kam ulur dhe Raya në stol, Edhe kam Gibbs White. ndryshuar Trafford, ka jo D në mbrojtje dhe kam ndryshuar kapitenin. Ke Për hequr Joao. Gibbs White-in, Po, edhe me- Gibbs Ka White ndeshur në Gibbs White se menjën. Po Brobi të bind, se ndeshjen e Mo parë u Beans, zëvendësua jo, herë. shive si janë rige, jam shkoj me këta që luajnë shpikë. Okej, jo, ajo që u E zëvendësua pash shumë mbrojtjen herë e ndeshjen Fulhamit, lutem. U zëvendësua shumë, po më se s'do ndjek dhe Brobin, tash po të lutem shumë. Do shoh Nëse si mbrojtja e se do Fulhamit, shoh Brobi. Luajti Ç'është kundër Chelsea. Alfen. Ç'është kjo? Po kam besim ke Brobi, rige. Po Semenyo në stol, se tash po ma bit. Se menjon stol s'po pëlqeu fare, këndë po s'mo pëlqeu po fare. S'po pëlqeu, po çfarë bëri? Po pa çka se luajti shumë në krah. Semenyo. Të njëjtën gjë mos edhe për Haalandin javën e Edhe shikoj kaluar. ke lon fix tek ajo ideja, do kesh 13 pikë direkt prapa ty. Ai vend do jetë 13 pikë. Tash s'do bëj bench boost, të shohim si do bëjmë. Po jam atë bench boost Gibbs White me të verdhë. E dyta, të njëjtën gjë më the javën e kaluar për Brunon dhe për Haalandin. Që janë këto, si merr, çfarë bën, e pam çfarë bën një Por perë. se ma bit, atëre hiqe. 8 milion pound ta lësh në stolë? Ke të drejtë, po s'doja të bëja wild cardin, po prit do është ekipi im me detyrime. Ç'më kjo? Po e ke një Të zëvendësim. Kë ke boti? Se kam bërë prezanticimin. Po, Doja të bëja. ai ka ndjekur- po ç'punë. ai ka ndjekur Nisi prej këshill- edhe punë e merkatos. Po pra. Prej punë e merkatos. Aty. Ai ka ndjekur këshillën e gjithë botës që ruhet transferimi javën e dytë dhe shihet pastaj se çfarë bëhet javën e tretë. Kam dëgjuar fare si këshill. Jo, Nuk është se kam dëgjuar shumë si thjesht po këshill. bën diçka Jam, ndryshe këtë sezon, me që doli Po, mirë vjet. për shembull, ja po të marr Raja, them transfer, do ketë një reagim nga Aston Villa pas asaj humbje të turpshme që psojnë javë. Para dhe një gol mund ta nxjerrë. Mund ta nxjerrë. Ai unë s'besoj. Do mos edhe po blen Leao. Mirë, po e mor Leao në perl. stërgjë. Do ishte një perl, po ai se Gjon Antonin të gol Leao me Aston Villa në perl. Hoqa Virgil s'mo pëlqeu fare, të njëjtat problemet sezonit kaluar, kështu që me kanë me Nottinghamin e kanë. Nottinghami u paraqit keq në atë muaj, paraqit keq në rezultat, se në lojë mund të ishte barabart. Para parti ishte loja, se Po me mbrojtjen e Liverpoolit mund të hajnë gol në çdo moment. Kështu që hoqa Virgil bashkë me Turkun e tij, se edhe ai kushton shumë Rigës, po thuaj gjë për Virgil, pse ma 6.5 sa është? 7, Virgil është Virgil është Çfarë 6. kam çu ka jo den? Apo jo? Me Po, respekt për 6.5. legjendat. Respekt për se mori legjendat. Nottinghami Jo. Delapin e? Për ne? Ai ishte shumë. Prandaj e vënë stolë? Ai ishte vetëm një lëvizje që më tundoi të bëja një transfer. Se tash që është për ulur nga dështimi ke Chelsea, tash do rikthehet ai vërtet. Nuk jeni gati. Nuk Jam jeni gati. Je gati. Jam super gati. Do ta marr. Se thash Lici nga që mori një fitore, se ti nuk hyn ke ana psikologjike lojtar. Unë Jo, futem unë të aty. ana analitike e Ti je avokat i lojtarëve, unë jam doktori, psikologu. Se nga që morën fitore të papritur në fushë Nottingham, do jenë çik më të relaksuar, tash do kur të Leeds. presin Leeds, kur të presi Brentfordin. Brentfordi është shumë lart me fitoren e thellë që bëri në të gjitha drejtimet. Do jetë prap surprizë. Ka jo de nga 13 që tash do shkoj 26 pikë. Do jetë një perl. Problemi jot si është kur e fal vepër. Fabi, një gjë. Problemi jot e di kush është? Kush është? Që ke më shumë lek se ç'duhet në E di pse i kam. Se s'ka s'ke marr as po pra, Haaland. Po pra ne me Bruno. Haaland dhe Bruno që mos delirosh kot. Ç'është ajo Ryan Virgil, Semenyo, Gibbs White në stol tash i bëja Gibbs White foto apo jo? një e para punës se Lojtar pash më me shtrenjtë që keni ekip. edhe një herë e pash, po pra shumë dakord. E pash me të vërtet. Një të thash, Po është si amorimi apo? po më faleminderit. Pse? Rabiot, Leao, Stol. Është. Po se se okay, kemi ashtu se po. ke fantakiku e kemi luksin e super sapit. Ktu se kemi, e FPL është çik mrapa në këtë drejtim, duhet i çojmë sa këshilla e gjëra. Po të thash, nuk doja të bëja lëvizje të zakonshme, nuk më pëlqyen këto që pash, nuk dua të futem wild cardit që tash.
Dhe kam besim tash nëse me gjithë ato gjërat që the unë marr më shumë pikë se ty me këtë ekip, do kërkosh falje për herë të dytë. O vlla, do e kesh stolin prap 9-13, do kesh prap kam dyshimet e mia, vetëm ke Raja që mund të marrë pikë plota ose mund të marrë një gjë më shumë, këta 3 tjerë të fare. Asnjë gjë. Për mu Brobin. Asnjë gjë. Brobin në vend të nuk më ngrojnë, Rike, të gjithsesi. Do më detyrosh të harxoj bench boosting kot. Se the Virgil lu brenda, pse nuk e ke fut Virgil? Virgil kudo që të luaj është minutë. E vetmja gjë me Virgil është që mund të bëjnë gol me kokë dhe shpëton ato 2 golat që ha. Aty mund të jetë. Po Kajote si ikën pikë ato shok. Ikën 13 pikë që iku, për çfarë fut prap? S'do bëj prap 13 pikë. Si të them unë ty për çfarë ma Haalandin se dështoi deshën e parë. Po shtytari më i shtrenjtë i lojës. I preu flokut, kujdes, i preu flokut. Unë besoj se ka bërë gabim. Brentford dje në Kup Lige fitoi 6-1 me Birminghamin. Pra Brentford ka 3 ndeshjet e fundit ka fituar 7-0 me Frankfurtin, 7-0 me Frankfurtin, 3-0 me ne dhe 6-1 me Birminghamin. Nuk ka ndalur Brentfordi, ka bërë 20 gola për 3 ndeshje. Se Nezin e kanë për vetëm fakt që ishte aq llobu të Tottenhamit dhe prap mori 3 pikë. Që do të thotë, në shtëpi do ketë një motivim akoma më të madh apo jo Fab? Normalisht. Se shumë sa dhe Fab. Dhe një gjë tjetër është bëjmë namin pa neshën e dytë. Ajo dihet. Vazhdo dhe tjetra. Tjetra është që një fakt tjetër para se të kalojmë ke Rigia, që Jaku është Rigia. Fakti tjetër është që Leedsi me Forestin luajtën dyert, se luajtën edhe dje në Kup Lige dhe prap fitoi Leedsi 2-0. Pra 1-0 në kampionat, 2-0 në Kup Lige. Kështu që Leedsi është nuk është rasti që e ka fituar dyert me Forestin në fushën e Forestit. Leedsi dhe Brentford unë kam një çove grop dhe Leedsi. Na shpjegoj ç'ke bën. Atëre unë nuk do bëj asnjë ndryshim normalisht për javën e dytë. Do e ruaj transfertën. Ti na ke çuar këtë me wild card neve. Ke bërë wild card mo? Çfarë wild card? Çfarë është wild card? Sa ekipe ke mo? Po jo mos e ka avokat, ka rëshqitur dora, tash i dolën pjesëligjë valla. Wild card ndruar portieri. Këtë informacion në çove. Kinski. Jo më burr, java e parë. Është Kinski mo. Është informacioni im e javës parë. Jo, është ky javës dytë po them. Të më çove. Se këto janë ndeshjet, Kinski me Newcastle. Skandal, skandal. Maguire me Ipswich. Kapet në flagrancë avokatë. Avokatë e mi që kanë pas edhe javën e parë. Se ai ekipi i Anash nuk është ekipi im. Është i Denisit. Kështu çka ka bënë një gjë çati. Ka filluar deliron dhe çatit. Okej, nuk e kanë ekipi im. Hiqe mos e shihni fare atë çati. Po wild card sot valla. Atëherë, po mi më thot gabimisht për çati. Kur bën kanë filluar këto bën më të zgjut se ç'duhet të burr. Është problem kjo. Do fillojnë ta vinë te shtëpia, hajde s'ke paguajt taksat, i kanë. Ndryshimet i s'ke bë, kështu që siç që ecim këtu. Po, pra ne po them. Nuk ka kështu, thjesht një dilemë të vogël kam te Haalandi, por me shumë mundësi do ta heq, do ta vej Brunon kapiten. Brunon? Po pse Joao? Jo, do ta heq si lojtar. E mora vesh. Po pse jo Joao kapiten? S'të bind, ë? Jo, Bruno brenda me Ipswichin besoj kanë diçka për të something to prove, kanë diçka për të provuar, për të vërtetuar që nuk janë ai ekip që ose të vërtetojnë se janë dobët, humbin ndeshjen e dytë. Po, edhe do hiqen të dy Bruno dhe Bruno. Nga janari do ikë Kerri këtu. Janari zgjat deri në janar thotë. Edhe Bruno dhe Mbeun Rike, rrezik i madh më duhet, se nëse dështojnë. Jo, të dy dështojnë, javës tjetër kam 2 kombo asis gol. Më fal, po çeka edhe Maguire në formacionin tuaj. Maguire nuk ka probleme se vjen stolën. Tim duket se ke 7 ekipe. No, më s'mund të jetë ky ekipi për Maguire, masi përqafoi Mazrauin. Çfarë kia? Prita se ma ju zeva. Ai ishte mbrojtës portier. Shumë dakord. Po pse nuk e ul Maguire në stol? Çat ngrofke Maguire. Një gol mund ta hajë United. Fuiçi mund të bëj gol me kokë shok. Po mund ta bëj gol me kokë. Prandaj mahet Maguire, ose mund të bëj autogol ose mund të bëj gol. Denis Maguire markoi Mazrauin se ka lut ke Hullin më përpara. Edhe prandaj thoshte ti fali gol tyra burr. Do më bëj autogol ky drejtë. Okej, shumë dakord. Sa ai e ngatroi me Mbumon për ne. Edhe unë ngatrova me Mbumon, sa to linjë. Si mund të luajnë të dy tullac me mjegër? Po çfarë burr? Ne kanë emra mbrapa Rike. Kanë numra. Kanë dhe numra, nuk është. Ti shpjegon vaj këto gjëra, jo është ekipi im. Besoj jam shumë mirë edhe për javën e dytë, kështu që s'kam. Besoj se jam shumë mirë edhe për javën e dytë. Okej, shumë dakord. Çka ka bërë Fabi në javën e dytë? Unë kam bërë wild card, unë thash do bëj wild card javën e dytë. Po, shpjegova zorin. Po, vërtet është. Fabi po bën gabimet e Denisit ndër vite. Fabi dërgoi me 70, sa pikë ishte 80 pikë. Ja, të keqen. Bëfshim gjithë gabimet e Fabit. Atëherë, dilema ime e vetme. Javën e dytë iku javë. Dilema ime e vetme ishte dyshja, binomi
isha midis Gabriel dhe Palmer apo Bruno Fernandes dhe Calaflowers. Por vendosa më shumë për Gabriel dhe Palmer për të vetëm arsye sepse Bruno dhe Calafiori, Bruno nuk më pëlqeu fare dhe javën e parë dhe nuk do ketë ndeshje më të thjeshtë se sa ndeshja me Hullin. Jo, do ketë Ipswichin. Ipswichin në shtëpi. Nuk është më e thjeshtë se Hulli. Është më e thjeshtë sepse lu brenda. Dhe si që ka më e vështirë. Po të gjëra që lumë. Po prapë i dhash kishin ekipin ata të Hullit, kishin tifozët. Një ndeshje më mjaftoi që të merrja Sangaren në ekip. E pash normalisht e pash ndeshjen e Brentfordit. Sangaren patjetër me Sangare. Sangare. Domethënë sot në mëngjes i është rritur çmimi nga 5.5, pra formacionin nuk e kam bër dje. Dhe sot i është rritur çmimi Sangares, pra ky formacion nuk do bëj dot më ditën e sotme, sepse Sangare ka shkuar nga 5.5 ka shkuar në 5.6. Ti duhet kishe marrë dhe atë Kuiperin. De Kuiper, nuk do bëj De Kuiper ishte thjesht rastësi që bëri atë ndeshje që bëri, se unë e pash dhe Aston Villa atë ditë. E kisha në të njëjtën krah që kisha Cityn, po shifja edhe Aston Villa nga krahu tjetër. Por Sangare nuk ishte rastësi. Sangare ishte me vërtet super lojtar dhe mbaj që para se të fillonte sezoni që është super lojtar. Vetëm diçka që më shqetësonte Sangare që u zëvendësua minutë 70 për të monitoruar, nëse të luaj gjithmonë 70 minuta, s'ka për të kap gjithmonë atë defensive contribution. Ai defkoni pastaj ishte i çuditshëm. Sangare ishte me 5 defkone deri 5 minuta para se dilte dhe mbylli me 13, se ku i bëre 8 defkone për 5 minuta. I ka bërë për 10 minuta. Çika çuditshme se si i bëri defkonet aq shpejt, prapë së prapë, edhe sikur Sangare ishte super lojtar. Besoj që edhe defkonet do i bëj se nuk do i gjej lojtar aq të lodhur fizikisht sa ishim neve javën e parë. Do gjej lojtar më të mirë fizikisht. Pastaj Van Hewick është e vetmja javë ku nuk do jetë në stol për mua, sepse unë bench boostin e bëra. Van Hewick është e vetmja javë që nuk do jetë në stol sepse është kundër Hullit në shtëpinë e vet. Pra është ndeshja më e thjeshtë për Hullin nga ekip tash. Ha pra ndani me. Po e mori fitoren e parë, tash do bëj çik pushim apo jo? Do ecë Sunderlandi vjet, që Sunderlandi fitonte brenda dhe humbte jashtë, kështu që edhe Hulli Van Hewick do jetë mirë me Hullin, ndryshe nga Arsenalin. Okej. Pastaj të tjerët, Solis është normalisht që do të hynte. Ti e ke akoma wildcardin është aktive, mund ta heqësh Bekerin. Po, Bekerin mund ta heq, por çfarë ke marr Beker? Sepse më pëlqente më shumë Bekeri me ndeshjet që kanë ngelur. Pra po mendoj që javën e 5 ose 6 do ke mundësi që ta transferoj jashtë Bekerin deri natë, sepse deri natë kohë Liverpoolin? S'ka problem, kam parë kalendarin e Liverpoolit. Kam besim te Liverpooli është Iraola dhe Iraola e nis dobët dhe fakti që Iraola e nisi me barazim dhe jo me humbje është gjë shumë pozitive për mua, sepse Iraola zakonisht e nis me humbje. Si ke Vallecano, si ke Bournemouthi. Në fusha dhe mbrojtja e Liverpoolit nuk shqetësojnë fare, është Iraola gjithë kjo. Po pra ne për atë po i them. Ka dhe diçka tjetër që Liverpooli, për mendimin tim, ndeshjen më të keqe të sezonit nga ana fizike e kaloi. Ndeshje më me urrëtie, sepse Liverpooli kur është me Unitedin ka urrëtie, është stadiumi që të mbyte jo të tjerë. Me Arsenalin po ashtu të mbysin lojtarët. Me Newcastle-in, me atë lloj atmosfere që ishte Newcastle, Liverpooli nuk do i gjej gjithë sezonin në Premier League. Ajo atmosfera e Newcastle ishte, nuk e di, domethënë ta shifja me sa të ndeshja ishte super atmosferë. Do ta shifja pa koment pa gjitha. Jo, ishte edhe pjesa e Isakut. Dakor, pra. Kishte shumë urrëtie brenda asaj ndeshjeje, domethënë, edhe në lojën e Newcastle, tamam po luanin me 12 lojtar bashkë me stadiumin. Kështu që Liverpooli nuk do e ketë më ndeshje aq të vështirë jashtë gjithë sezonin. Mund ta ketë për shkak të elementeve kundër Arsenalit ose kundër United ose kundër Chelsea, po për shkak të atmosferës nuk do ketë ndeshje më të vështirë në atmosferë se sa ajo. As në Everton dhe nuk ke ndërmend ta ndrosh, domethënë do ri gjithmonë. Për momentin jo, Alisonin është nuk mendoj që do e ndroj. Mund të vendos Emi Martinez po e mendoja, po pastaj bëhen 3 lojtar Chelsea edhe i bëj pak jail vetes time me Chelsea. Po mendoja edhe Verbruggen. Por në qoftë se kam Verbruggen, Vuskovićin e kam stol dhe më bëhet double defense i Brightonit. Pra një gol i Brightonit, një gol i shënuar kundër Brightonit mua direkt më penalizon. Kështu që nga portierët nuk është se ngjelte portier tjetër që ose do e kisha me double defense ose do Klaus Kinski, kam Van Heken. Apo Klaus Kinski është Antonin Kinski, po kam Antonin. Po kam Van Heken dhe është i po njëjti problem si me Brightonin që më bëhet prap double defense i Brightonit. Bëhet double defense i Tottenhamit. Një gol i psuar nga Tottenhami dhe De Zerbi do psoj gola si vjet, inshallah bëj më shumë. Marmushi me Savinho janë Marmushin është i shtrenjtë. Nëse do bësh double defense, Raja. Është i shtrenjtë Raja shumë. Sa është ky 5.5 Beker? Po. Raja është 6. Po mendoj, domethënë, shohim në të ardhmen se 0.5 do të besoj që do dali për më vonë, por 0.5. Prapë është double defense i Arsenalit, po double defense i Arsenalit është shumë i besueshëm se sa janë të tjerët. Kam triple defense, kam Gabriel Konsa
Dhe Konsa do luaj? Raja nëse e marr. Konsa do luaj, por jo javët e para, pra jo javën e dytë dhe javën e tretë. Prandaj kam Vuskovic në stol dhe Konsa dhe pastaj mendoj që në javën e tretë me kismet Vuskovic të kalojnë në formacion dhe Van Juik normalisht do dalin në stol sepse është vetëm filler si lojtar. Dhe Konsa pastaj me kalimin e kohës, me thosoj që do e fus Konsa mund ta bëj edhe 4-5-1, varet se si paraqitet Joao Pedro ose Haalandi, ose 4-4-2 me formacionin e vjetër. Pra, ka mundësi manovrimi tek pjesa e Sangares, Kecolisi e të tjerë, domethënë. Kapitenin e Genda, dy lojtar të Arsenalit. Kapiteni është normalisht Erling Braut Haaland ka prerë flokët. Ekip përveç portierit, nuk do zgjidhja asnjëherë Bekerin, se s'është se bën as pritje, edhe vetëm hajnë gola. Kështu që unë Bekerin nuk do zgjidhja. Unë me 5.5 është Bekeri dhe 4 që është ky joti, unë do merrja 2-4.5, do merrja Verbruggen edhe Kinski dhe do rotacion kushti bi. Portierët janë pozicioni më i parëndësishëm në FPL. Merr 2 më të lirët që luajnë edhe futi, sepse nuk është se në fund të sezonit do kesh një upside moll me Bekerin ose me përveç Rajës. Se me rregullisht 6 pikë. Vetëm Raja është ai pra. Do marrit Bekeri rregullisht 6 pikë. Po ai hullit, do vënë mirë. Mesatarin. Ai Zolis 2 metra e gjysmë. Për shembull Vuskovicin e kam lënë Vuskovicin e kam lënë në stol këtë javë vetëm se luan kundër Chelsea, se sulmi me Chelsea me atë që pash ishte spektakolar. Që Vuskovic është në stol vetëm për arsyeën se luan me Chelsea. Vuskovic besoj do luaj çdo ndeshje, do e kem çdo ndeshje tjetër aty, se sulm më të frikshëm se Chelsea si vjetun shoh në Premier League. Tash nëse Dibu shkon ke Chelsea, duke parë që me atë mbrojtje që ka do jetë gjatë gjithë kohës aktiv, mund të marrë ca pikë Dibu. Do gola do haj. Nuk e rekomandoja, prapse sa 2-3 bonus do marrë Liverpooli vëlla. Me ato do mund të jem da. Jo, problemi më i madh që Chelsea është se ishte thjeshtërisht edhe me sfushari, se po të ishin titullar të rregullt, Caicedo dhe Enzo, ai goli i parë do ishte, besoj se do ishte shmangur. Nëse besoj do doj çiko akoma Çabi aty, sa Po, e vërtetë është. Për mbrojtjen, po për sulmin. Mbrojtjen dhe me sfushën. Sulmin dakor. U kuptua kishin kimi të jashtëzakonshme ata që ndeshin e parë. Normalisht Çabi atë ka që i rrit nivelin numrave 10. Tha Çabi, "Ça është më mirë se një numër 10? Ça është më mirë se të kesh një numër 10? Të kesh 2 numra 10." Siç parashikova unë ke Fanta Podi i kaluar që thash Morgan dhe Palmer do jenë mirë kuptim. Si duhet zgjedhim se do ja vëmë emrin Blues Brothers apo Cold Brothers. Te Leverkusen i Çabit bote punë dhe Jonas Hoffman domethënë. Jonas Hoffman Coldplay do ja vëmë. Coldplay. Na del një çift në gjë, po të lutem ç'është kjo. Okej. Mirë, ne këshill Gerige. Bëjmë ca Do bëjmë një këshill, çfarë lojtar do merrni, çfarë lojtar do bëjmë ca tema kështu dhe pastaj mund të bëjmë një këshill. Atëherë tema kryesore është çfarë do bëjmë me Bruno dhe Haaland. Qofse ti do i kishe Denis. Po. Bruno dhe Haaland. Po. Pas sa jave që të dy dështuan, do t'i jepi edhe i shans? Ham të drejtën, po të kisha unë Bruno dhe Haaland, tash do kisha bërë wild cardin, do shifsha 15-shën e Haalandit, 12-shën e Brunos. 15.5 lutem mos. Se vazhdoni rritet edhe mos i pret. Pra të 0.5 do kisha Ryan në ekipin e Denis. Dhe do i kisha hequr të dy. Do kisha bërë një super ekip, do kisha bërë ekipin që kam. Do kishte ndryshuar shumë. Epër, se kur mendon që ke Palmerin, fal, që është 2.5, kushton 2.5 milion më lirë se Bruno, merr Palmerin, një ndeshje në javë, se do të marrësh Brunon. Mos po gënjeni çik me Fulhamin që mori 14 pikë, ashtu duhet gënjem. Goli 3 e 5 ishte i pa. E pash si ishte goli për Fulhamin, jo, nuk e thash me thash edhe një herë, nuk e thash se ishte super Fulham. Nuk ishte super Fulham, sidomos në mbrojtje, e kupton? Tjetër gjë problemet që ka Chelsea. Por ata tre janë cilësor. Palmer është një njeri me mision tash, u mor vesh është me mision. Për mua Rodgers do jetë më efikas se Palmeri sepse shtynte më. Mund të jetë, prandaj kam marrë organizator. Arsyeja pse kam marrë Rodgers dhe Pedron është dyshimet që kisha për Palmerin nga sezoni i kaluar, sepse Pedro vazhdoi performoi gjatë sezonit, pavarësisht problemi që kishte Palmer, sepse Rodgers ishte si një fantastik me Aston Villa edhe. Po, fazën e dytë paktën. Fazën e parë nuk ishte. Ti çfarë do bëje Fab, do i mbaje? Unë e dhash përgjigjen. Kisha thash, isha binom në dilemë midis Bruno dhe Calafiori apo Palmer dhe Gabriel, dhe vendosa Palmer Gabriel. Gabrieli më mbush mendjen më shumë sepse Gabrieli është i padiskutueshëm nga Arsenali 90 minutë çdo herë, kurse Calafiori jo dhe aq. Dhe Palmer mua më zhdukur më mirë se Bruno. Mendoj që
Qofse do e kishe kë ke ti, Fantaki, ke Haalandin? Haalandin po. Po Bruno apo? Kë kishe kapiten në SL? Kë Haalandin Ja, da kishe? shoh. Haalandin kishe. Normal që Haalandin. Pash plus ai sa kishe 7 vite rreth që bote gol neshin e parë. Ai pa lexova edhe atë. Dhe atë ajo nuk i falet ai rasti. Nuk i falet, vërtet. Unë Bruno se kam. Qofse do i kishe të dy, do u trembje nga ndeshja e parë dhe Jo, më nga Haalandi, se Haalandin e dim që ato golat e vet do i bëj, thëmë, sido që tjetë. Kurse Brunon edhe se di, unë s'kam shumë besim të për mu 10 ai keri ku e mori në gjysë vitit, gjysë sezonit, e solli ekipin me atë 4-4-2 në vet, po besoj si që filloj ashtu nga dhjetori nga janari do ikin, nuk e di. S'kam shumë besim të United. Për tu pa. Kështu që për tu pa. Shive, ideja është kjo. Me Bruno brenda që është me Ipswichin, është duket pak si kriminale ta heqësh. Jo, me tash me Ipswichin jo, është i paheqshëm me Ipswichin. Kjo është ideja. Qofse nuk bën asgjë as me Ipswichin, edhe Mbomo dhe Bruno le të ikin se pastaj fillon dhe Championsi, nuk merret vesh çfarë do bëjnë, edhe Bruno mund të ketë pak rotacion, se nuk do luajë 90 minuta si vjet që s'kishte as Champions as gjë. Ikin edhe ndeshjet më të lehta. Janë 2 ndeshjet më të thjeshta të kalendarit që ka janë këto 2. Ndeshjet rritet vështirësia, ka Evertonin jashtë, pastaj ka Cityn, ka ndeshje të vështira mas Ipswichit. Prandaj këtë javë nuk hiqet Bruno. Jo, nuk hiqet Bruno këtë. Për Haalandin nuk hiqet këtë javë sepse ke Coventry në javën e tretë. Pa. Që të gjithë paktën këtu në FPL do e bëjnë triple captain ose ata që e kanë normalisht. Kështu që unë nëse do i kisha, dhe unë i kam të dy, unë normalisht nuk do i heq. Por Bruno ka shans vetëm një javë, kurse Haalandi ka shans edhe javën e tretë, nuk është problem. Një pyetje tjetër. Një temë tjetër. Temën e transfertave pas Game Week 1-shit e bëm diçka Sangare, De Kuiper dhe Soboslaj. Cili nga këta tre me fushor relativisht të lirë është një must have për ekipin tënd, Denis? Unë e kisha gjatë gjithë kohës, vetëm pak ditë para se të fillonte Premier Liga që ishte e hoqa Sobën. Të ndryshova se i hoqa gjithë, se në atë moment kisha dhe Haalandin, aty e hoqa. 15 tash, no man. Po Sobo 7 i shkreti? Sobo 7 duhet e kisha mbajtur, por bëra të thash që unë kam gabim për Haalandin do bëj gola dhe topa do japë Semenyo, thashë që po maj Semenyo. Tash nga diku do vinë këto drejt topash, do vinë nga Semenyo, mendoja. Unë do merrja Sobën. Erdhe nga Cherki. Do drejta sepse Liverpooli nuk më pëlqen me fusha Liverpoolit, domethënë. Po s'kisha ardhur penallti për mendimin tim si ishte, Asobos do kishte bërë gjë. Asobo nuk ishte bërë gjë dhe pa gjatë gjithë ndeshjes nuk e di se ku dëgjova komente pozitive, nuk ishte as pak mirë Asobo, humbje topi. Po lut edhe me i tërheq, Soba. Mund të luan edhe me i tërheq, nuk mu duk me energjinë e zakonshme që kishte. Edhe vjet kishin probleme, po pak ishte më aktiv, më agresiv, kurse këtu mu duk më sigurisht ishte demoralizuar dhe Sobo që çduan këtu. Po Sobon do merrja nga këta tre që thashun, ëh. Hinchellwoodi nuk e di, s'mu kishte thënë gjë për Hinchellwoodin, e rige talentin se një vjeçar. Hinchellwoodi luajti tentën në Brightoni, plus që nuk shifet me ndeshjen e parë me Aston Villa, ashtu si shkoi ndeshja për gjysmë ore 4 gola. Ta shohim me Chelsea çfarë do bëj Hinchellwood, se unë kam patë vjet, ishte lojtar interesant dhe vjet u zgjidhte, andaj nga fundi kishte lojtar që zgjidhnin në Hinchellwood. Por duke parë dhe Brightonin që është një ekip që ka shumë rotacion, sidomos tani që do luajnë në Europë, unë nuk është se do e sugjeroja Hinchellwood për momentin. Okej. Për sa i përket Treshës, po jap edhe mendimin tim e pastaj do hapi edhe Fabio se Elin. Edhe unë do zgjidhja Soboslaj për arsyeën e vetme që është lojtar që luan 90 minuta, se qofse shkojmë te Virts, që është 0.5 më i shtrenjtë se Sobo, Virts minutë 60-70 çdo ndeshje me sa shohun ka për ta nxjerrë ai, nuk është shumë i kënaq me anën fizike të Virtsit. As edhe nuk bëri një gjë. Soboslaj paktën është ence, gjukorne, edhe bën një gol nga jashtë zone, edhe ka dhe penalltit me sa duket, po për mua as penalltit nuk janë 100% se mbase mund t'i gjujte Isak, por me që ishte me Newcastle-in brenda, mbase edhe minutë 90 ka thënë bëje ti vëlla se nuk kam dëshirë të ta humb. Kurse Sobo, kurse edhe Sangare më pëlqen, po
duke pas që unë kam Deshade në ekip, nuk është se do double up tash të marr dy mesfushor të Brentford, se Brentford nuk është një ekip. Brentford konfirmohet Brentford për titull. Brentford për Champions. Brentford për menimin tim do jetë shumë mirë këtë vit. Inshallah nuk shko grop më asaj që thash, po për menimin tim tash që morën atë Diouf çka ka ai? Po Malik Diouf West Hamit super mbrojtës ai. Domthon super crossus, se mbrojtës lë për dëshiruar, po për cross është spektakolar. Mbrojtësi me veshët më të vogla në Premier League. Ti ke pa veshët se ke. Do të thonë nuk e gjova kritikat shumë. Është ai majt, Po mbrojtësi majti, ish mbrojtësi majti West Hamit. Mu pëlqen shumë, vjet ka qenë vjet si motor, është vrapon shumë, crosson mirë. Do të thonë të marrim Thiago më thua. Thiago. Igorin pra, do marri Krosa. Po jo më merr Shade, ke Sangare. Edhe ai ka gjithë gjatë, hiq Damsgaardin, po Damsgaardi nuk luan më i ka gjithë gjatë Damsgaardi, legjenda Sampdorias. Po edhe Jansen, Damsgaard ka, po zakonisht Shade, Utara janë ata dy për menimin tim dhe Sangare që është kap të Defcon. Papi këtë do zgjesh ti vlla? Unë zgjodha, nga që bëra wildcardin e kisha mundësinë dhe unë zgjodha dhe Sangaren dhe Soboslajin. Për mua Soboslaj është must have, është një nga mesfushorët e vetëm që është must have, nuk jam me mendimin e Denisit tek pjesa e Soboslajit. Për ndeshjen e parë kur pash ndeshjen me Newcastle-in dhe mori topin për t'i gjujt, nuk e mbaj mend, ai ishte me Kalistria, nuk e di, unë isha duke i bërtit televizorit që lejani Sobos. Unë bërtit se leja Isak, se kisha Isak. Derisa e lanë vërtet Sobos. Hiqe, se s'është. Edhe sikur më përpara Iraola të kishte më dyshje për penalltit, a duhet i bënte Isaku, a duhet i bënte Sobo, me atë penallti që bëri Sobo, vllai. Fotokopje ai ishte super penallti. Gjitha penalltit nga janë. Nuk e pse a heq. Dy kishte huma. Një herë që kishte ndryshuar krahun. Nuk e pse a heq penalltit kur ai bën penalltit në lloj mënyre dhe është penallti e pakapshme, me atë lloj fuqie, me atë lloj precizioni, nuk besoj që ka persona që ka portier që e presin atë lloj penalltie. E drejtë, vetëm Sangare portieri aty nga Kraupni. Do i bi tek ne nga Kraupni. Sangare pastaj është për 5.5, 5.6 tani, sepse tash ju rrit çmimi po edhe për 5.6 besoj që Sangare do e mbylli sezonin me çmimin diku ke 5.8 ose 6 me atë lloj paraqitjesh dhe me atë lloj loje që bën. Do jetë shumë i rëndësishëm për Brentfordin dhe Brentfordi duket goxha mirë. Domethënë siç tham Brentfordi çdo ndeshje për model. Unë e kam zgjedhur, domethënë në javë parë kisha Sobon. Kështu që fantastik është shumë pikë, se ka shumë mënyra edhe rikuperime, pasime. Ka marrë 22.43 pikë. Goxha, domethënë, po që Sobon do zgjedhshëm. Më shumë kam i lloj kështu parapëlqimi për si lojtar, domethënë. Jo, gjithë besoj jemi në një mendje që ai është super lojtar. Është tifoz i Milanit Niku, prandaj ka thënë gjithmonë që jam tifoz me Milanin. Pra prandaj ke qefti. Deshte Maldini atëherë, po. Po si morën. Si pagunin dot Leipzigut aq shumë lekë. Atëherë tema e fundit, pastaj kalojmë te ligat e tjera, është kapiteni për Game Week 2. Normalisht ky është, po mbase mund keni edhe emra të tjerë që nuk i keni në ekip që mund të sugjeronit për kapitenin Game Week 2. A do jetë titullar Delap? Si më thon? Nuk besoj. Triple super sub. Do jetë vërtet. Triple. Jo, un jam për Chelsea jam. Aty më shkon ai Sulmi. Pedro besoj se njëri nga ata tre, zgjidhni një nga ata tre, nuk besoj se do gaboni. Se do jenë flakët gjithë ata tre, për pjesën tjetër e skuadrës, nuk flas dot rige. Nuk kam besim ke pjesa tjetër. Ke Sulmi, besoj se do jenë Sulmi më i frikshëm i Premier League, duke parë që janë të freskët, do jenë të freskët. Besoj se një zgjidhje nga ata tre nuk do jetë gabim i madh. O asist o gol. Se siç kam thënë gjithmonë aty, pjesa më vështirë kjo lojë është të gjesh kapitenin çdo javë që mos dalësh me. Ajo është. Ke aty ke Chelsea ke shumë zgjedhje dhe duken mirë. Tresha e Chelsea-t. Po mora aq pikë me 79 pikë me Haalandin kapiten që 2 pikë mori i shkreti. Imagjinoj të kisha Cold Palmer, po Palmer se kisha, po të kisha Rodgers ose Joao Pedro kapiten, do isha aty nga veni i parë. Thjesht Haalandi do të kishte dalë me paktën 14 pikë për kapitenat atë nesër, po nesër, më vet tjetër. Nuk e bëri. Ti vlla, një sugjerim për kapiten për edhe nëse nuk e ke në ekip, por që është 1, 2, 3 kapiten që mund të jenë të hajrit për Game Week 2. Savio thash, për të isha kam. Savinho. Jo, Savio nuk kam, Savinho nuk ekziston. Nuk ekziston. Savinho do marri gjithë ato pikë unë, prandaj kam lënë vetëm një lojtar Tottenhamit kështu në formacion se po pres Savinhon edhe Marmushin që do bëjnë Kardin. E presim në fush.
Sa do presim do shohim se se sot është, se sot është për të luajtur, është eligible për të luajtur sot. Kështu që do shohim sa do luaj sot dhe pastaj do vendosi dhe se çfarë do bëj të dielën. Prandaj se hajde ta mbyllim mirë, do me pas avion ti. Normalisht. Tu do jemi. Por për te shakave çfarë do rekomandoja si kapiten? Për ata që kanë Brunon, unë nuk e zgjodha Brunon, por për ata që kanë Brunon, nëse keni Brunon informacion normalisht ja vlen edhe shirit i kapitenit se për çaj keni informacion, sepse është 12 milion. Ai fakti që është 12 milion është sepse është kapiten, prandaj është kaq i shtrenjtë. Arsenali që e ka me Aston Villa, mua Aston Villa nuk më bind, okay, ka pak inat mes Arsenalit dhe Aston Villas ka pas gjithmonë, dhe Arsenali kur ka shkuar në Villa Park rrallë herë ka bërë mirë, Aston Villa zakonisht e ka mundur. Po me ata Aston Villa që pash ndeshjen e parë, nëse keni Gabriel, Raya, Colis, nuk besoj që ka marrë njëri sakën për 9.5 duke qenë se Palmer është aty. Edhe Mosquerën, sepse nuk besoj që Konsta do luajë javën e parë për këtë javë, sepse edhe është kundër Aston Villas, mund ta fusin nga fundi vetëm për duartrokitjet që mund të marrin nga Villa Parku. Po mbrojtësat e Arsenalit për mua janë alternativë goxha e mirë për të bërë njërin nga ata kapiten, se nuk shoh Villën pa Oli Watkins të bëj gol Arsenalit. Oli Watkins iku. Leao nuk besoj që do merret nëse shkon ke Aston Villa, nuk besoj që do luaj dot deri në fundjavë, se nuk e di se çfarë është ndeshja. Pa shoh. Që të shkojnë në Premier League do ishte një krye vërtet. Villa pa sulmues nuk besoj që do i bëjë Arsenalit. Arsenalit me sulmues rrallë herë i bën gjë, jo më pa sulmues. Në vërtetë është. Dhe të tretë pastaj Chelsea Brighton, ato sulmuesit e Chelsea-t, besoj Joao Pedro për mua është më i sigurti nga të tre që do ketë një kontribuim qoftë gol, qoftë asist, sepse çdo top që kalonte në fazën e fundit të sulmit do shkonte nga Joao Pedro. Ishte shumë më i përfshirë se dy të tjerët. Dy të tjerët ishin shumë më preciz në aksionet që bënin, por Joao Pedro çdo aksion do shkonte nga ai, kështu që është një mundësi e mirë për ta bërë kapiten. Brightoni pastaj është ekip shumë i mirë, me mbrojtje shumë të mirë dhe shumë solid, sidomos në topin e dytë, pra at the second ball, dhe të kap shumë mirë në tranzicion, po prapë ato sulmuesit e Chelsea-t mua javën e parë më pëlqyen shumë, pavarësisht inatit që kam unë me Chelsea. Tani do të shohim Chelsea-n sa testi vërtet kur përballet me Arsenalin, çfarë do të jetë testi super vërtet, testi. Brightoni është ekip i fortë, sepse është jashtë konsoliduar, solid. Ekip që ka një trajner prej 2 vitesh, nuk është trajner i ri. Është efekti Stamford Bridge për tash, nuk është Brighton. Brighton është brenda, po. Është luan Chelsea brenda me Brighton. Nuk pyet shumë Brighton për Stamford Bridge për nesër. Nuk ka mora vesh, ka dhe inat, ka një si tip inati Brightoni me Chelsea, se Chelsea zakonisht i merr lojtarët e Brightonit. Është kënaq nga Chelsea. Kanë kështu që neve na merrin lojtarët dhe juve prapë ju rrafin. Po zgënjet nga Liverpooli që u tërhoq. Ndoshta bën gol dhe pranon të paguaj çmimet e Brighton. U tërhoq nga Mintea. Po si kërkon, si kërkon 93 milionë euro për Minteo, apo shkoj ke Jo, euro thash. Jo, unë nuk di euro valla, jemi nishull. What? Denis, shkoj ke Ismail Sarr Liverpooli, ka tratativat për Sarrin sot. Po pra, për Sarrin e Crystal Palace-s. Nëse u trema, thash Sarri i Lazio. Po, më dhe pak shifër me gjithë vlerat që po ja shet një kundërshtar, jam shumë dakord. Po kërkon një shumë normale o drejtë, Minte. Si është shumë normale? Po më 50 do va kërko, çfarë do të? Po Minte bur. Ore, nuk do të Minte. Po ata 35 e blen nga Newcastle jo Denis. E kuptoj që Liverpooli është në vështirësi, se s'ka gjetur donte jo Barcola, jo Mbaye, jo, nuk ka, i duhen. Po tash, edhe Brightoni, a do të shesi apo s'do të shesi? Po pse do dalësh me të? Po njeri 93, do e shesësh zotardën. Po 93 do ta marrë njeri, shita ai sa ka vlerë 30. Ai dhe Baleva, po se janë për Champions këtë vit, çfarë janë? Po jo, më nuk i shet ai. Po ai biznesi i Brightonit ai është, por merri rriti, si thot Antoni, ky shiti qen, çfarë thot? Jemi një javë para sa ku ta gjej Brightonin zëvendësuesin aty. Apo janë gati, hajde o ti tjetri, hajde vishu direkt. Aty më siç bëhet te njëri nga Belgjika. Shko ke City, shko ke Chelsea. Shko te Chelsea me një nga ata 50. City janë mbaruam neve, çfarë City si kanë ngel me ta. Nuk kam, po me një javë ta gjej Europa. Sa po i morën edhe atë Ruben Diashin. Jo, nuk besoj. Pastaj futet Mares ka vet luj pastaj se s'ngeli me njëri. Njacëm, po presim Njacëm, do të nga Sportingu ta marrin ato të rrisë. Kishte lujt as dhe. Nuk e bën nesër mos ta bëj Milan show. Çoj ti çfarë do rekomandoje si kapitan për Milan? Bruno. Ti bëjmë këtë. Për mua. Bruno. Po, me Ipswichin në shtëpi. Bruno i pari. Po tjetër në një alternativë? Po Palmerin, unë kam Palmerin aty, kështu që për mendimin tim, ata si Palmerit, të dy trekvartistë të Chelsea
për mo do bëjnë vazhdimisht. Plus siç tha Denisi me nga një neshje një javë që kanë ata. Ata do jenë fiks formacion, si Palmeri, si Rodgers. Që për mendimin tim ata mund të prodhojnë çdo javë. Penaltit ke Chelsea Riga, kush i ka? Palmer apo Joao? Nuk e di, sepse Xabi Alonso kishte dalë para një javë në konferencë dhe kishte thonë nuk e di fare kush i ka gjujt vitin e kaluar, por ne kemi zgjedhur penalty kickerin ton. Kur fitonte Joao 3 penalti vjet kundër Leedsit. Kush i bëri atë? Palmer i pas. Kështu që mund të ketë një ndryshim këtë vit i bëj Joao, se Joao Pedro i gjuh shumë mirë penaltit. Edhe unë do pres deri lojtarët e Chelsea përveç Joaos që e kam normalisht do i marr në javën e 4 kur luajnë brenda me Hullin, prap me Hullin. Iko dhe Chelsea këtë. Ikën të gjithë. Dhe deri atëherë inshallah kanë marrë penalti që ta shoh, sepse kam i përshtypje që mund t'i bëjë Joao Pedro penaltit këtë sezon, sepse ajo përgjigje e trajnerit ashtu që nuk e di kush i ka ra vjet, ne e kemi gjetur kush do i bi këtë sezon, mund të kishte thënë shumë kollaj që ai që ka qenë vjet do i bi ose Palmer. Moment gjë që nuk e tha, mu më lë pak dyshoj. Mbetet për të parë. Do thotë që Xabi luan Fantasy Premier League. Po. Edhe për mua Bruno për mendimin tim është kapiteni më i mirë për këtë javë, mbas ti nuk do vija asnjë prej lojtarëve të Chelsea, po do vija Mbumon. Për mua United ka ndeshjen më të mirë dhe nuk është se United do vazhdoj humbi deri në përjetësi, besoj do ketë një tip reagimi, sepse ai ishte ndeshje si pa lidhje mu duk si ndeshje, nuk ishte United i vërtet, ose United paktën që kemi parë vjet, dhe i treti Haaland, se normalisht është lojtari më i shtrenjtë i lojës dhe prandaj është lojtari më i shtrenjtë i lojës që mund t'i vësh shiritin në çdo ndeshje dhe me Crystal Palace që Rafi dhe Evertoni që nuk para bën gola 2-0. I bie që nuk është akoma Crystal Palace pas ikjes Glasnerit, nuk është aq mirë sa vjet, paktën në mbrojtje. U mbyll. Edhe Glasneri vetë është aq mirë sa vjet. Jo, Glasneri mirë, sa ta shuaj. E mbyllim. Ku shkojmë Riga? Shkojmë në kampionatin më i fortë në botë apo ke La Liga? Jo. Ku do shkojmë Fabi? Kampionati më i fortë në botë. Atëherë, te kampionati më i mirë i gjitha kohërave. I viteve 90. Edhe 2000. Vitet 2000. Edhe 2000, po. Deri në 2000 kur ndodhi. Deri në 2010. Kur mori Inter e mbylli Interi, tha boltesh. Jo, se kemi edhe Juve që bëri 2 finale, pastaj Interi 2 finale. Me Hile. Champions League, me Hile. Ku Ronaldo. Ronaldo s'bëri finale, dha pa Ronaldo, me Pipitën, me Dybala, çfarë. Kur ngjall Dybala Riga. Gjenda Dybala 3 asiste. 700 herë fërkoja syt, është Dybala i vërtetë dhe antidoping kur do bëhet, kështu gjëra. Përfiton Dybala nga Maleni, besoj që luan. Ajo ndeshje për mua ishte edhe surprizuese edhe zhgënjyese, nuk e prisja atë formë Fiorentina pas gjithë asaj merkatoj. Po me gjithë ato lojtar. E bëra dhon si me Hullin. Po bëra në atë kundër. Ka shumë trinj besoj Fiorentina. Ka shumë lojtar. Për cilësia e kombinimeve. Jo ta kam fjalën që gjua trupit ishte shumë zhgënjyese nga çuna u hoqa. Trajneri i ri. I hoqa të gjithë këto. Nuk merr me çunat e Fiorentinës. Një transferim jashtë. Po kisha Ken kisha dhe ata. Ken duket se kalova stol atën e hoqa. Keni ka marrë shumë nga Isak edhe nga Alvarez, se shi po bën proteston, nuk del master video se do të shkojë ke Komo. Për nga Komo po e bën këtë punë, sa edhe kuptoja me një ekip moll. Champions këtë vit është Champions, po vitin tjetër ka liçenin e bukur ata. Këtë vitin tjetër është kampion, vitin tjetër është me Scudetton këtu. Po. Çfarë thua? Komo. Çfarë është kjo? Ekipi im është kjo? Ekipi është ky. Atëherë, bëjmë me radhë me ekipin e më të mirit. Pse më të mirit? Po ke marrë më pak pikë nga të gjithë. Më pak? Po. Jam në fund domethënë. Po. Me 113 mo? Po. What the fridge? Unë jam 180. Unë nuk knajqa. Sa dobët që ke ti? Po fikare. Atëherë Denis. E kisha Martinez zova. Martinez është thjesht e kanë ndruar nga. Okay. Me Dioufin e Interit, ë? Me Dioufin pra. Dioufin ishte. Super Diouf ishte flak fare. Po i Di Marco që s'boni asgjë kishte kapiten. Nëse kur të vazhdojmë te. Nëse se mora Di Marco, se Di Marco është më i shtrenjtë dhe shkova ke zëvendësuesi i Dumfries normalisht. Që do luante, do ishte titullar, se ishte edhe kjo që mund të luajë, do ishte Robocop Spence. Denis mund ta di pse ke 200 pikë në stol prap. Dhe me sfushën aty e ke me 2.98. Jo, ja ta shpjegoj se isha Martinez thash është Inter Monza, është në shtëpi, nuk do ketë shanse të psoj gol. Vikarion që e kanë bërë titullar në javën e dytë thash
Shi sa vjen nga Tottenhami në transfer, çka do bëj thash, pa le edhe nuk luan, plus që në transfer, më ndodhi një gol transfer. Po sikur Frosinone po shtylla ai shpotoi me Frosinone, na kupton? Se mund të kishin mësuar një gol. Kështu që nuk e prisja. Për Fratezin, rregullisht. Se prisja që të bënin namin ata, Pac, Djufe bëri namin, respektoj përgjithëmëritë. Pas dhe ata, sidomos pas, ata i Fiorentinës nuk asnjë ishte shumë keq, jashtëzakonisht keq ishte. Dhe thash, Fratezi, nga që vjen sezone që më shumë rrin stol ke Interi dhe Lazio është një situatë që të më thënë asë në lagje nuk e gjen atë situatën që është Lazio, nuk është as ekip, nuk ka asnjë gjë. Thash nuk do bëj gjë. Po tani e kam titullar shef. Lazio do shohim këtë javë neve se kanë bërë blerje dhe do shohim a ka tifozë në stadium apo jo. Po që blerje kam me gatuzon trajner po të lutem. Kështu që Zaniolën e kisha super sub, se thash do bëj, më ka pëlqyer edhe vjet. Mitaj normalisht e lash Stoli Elan, Stoli edhe De Rossi. Nuk është sa e lash vetëm unë. Po këtu e kam zhgënjimin ke sulmi, se nga që po bëshin negociatat me Komon, e lanë në Stol se kur u fut Ken, ndryshoi loja e Fiorentinës, u bë rrezikshëm drejt, do kishte bërë edhe një gol. Po Zvilari është Zvilari, edhe i raj që keq Ken, ndryshoi komplet loja e Fiorentinës me Ken. Po kishin qenë titullar, besoj që do shkonte pavarësisht. Merr pjesë shumë në aksion se merr Pellegrino. Pellegrino ishte pak statik me sa e pashun. Se ky është fizik e tërheq kundërshtarin me vete, teknik po, i fuqishëm po të kishte qenë nga minuta pavarësisht paraqitjes që bëri Roma spektakolare që befasoi Dybala. Që ke Juve që se shifja në formë çuditshme. Po të kishte qenë një fillim Ken, mund të kishte qenë ndeshje më luftuar nga këto, më thënë 3-1, 3-2, ndonjë mund të kishte ndodhur. Ramos oh man, nuk po zgjas me Pistolero. Më zgjënjeu se kisha tjetër sulm prej Ramosit e ndryshova gjithçka, që thash po marr një çu e Gila, ja legjenda Gila. Ka lezet olla. 18 pikë, po nuk e parë që kam qenë i fundit, or sa është mesatarja pikë këtu me tani vari 15 për lojtar. Po me Malen. Të mërziti pak kapiteni që tu dëmtua. Kena pas 180 pikë. Kapitenin, se unë nisa për do merja njente Malen, sto Malen, do merja Malen. 207 i parë, te liga. Por prej Spaletit, Juve, siç edhe ti me Frosinone, do vi karikuar nga një botror zhgënjyes tash për Yildiz, do shpërthej. Dhe mund të kishte shpërthyer nëse do të bëra super pritjen për tjeri Frosinone se harrova emrin, pastaj kur u vra ishte. Ka ato dy rastet e atij sulmuesit tim, atij mjeshtrit të golave. Kolomani. Randalit. Kishte ky ja dha topat që i humbi apo jo? Atë që humbi më duket se ky ja dha, po se mbaj mend tamam. Domethënë në rregull e paska bot veten ky, i thjesht ishte mjeshtri i golave. Po, nëse mbroj se Wesley për shembull të bëri asgjë, Roma super, fitoi 4-0, Wesley 7-67. Nuk më shumë kishte bë. Po se s'bëri asnjë gjë Fiorentina që të kishte ndërhyrje. Nuk bëri asnjë gjë, se ishte në fush. Kështu që Çfarë është Wesley, është krau, lojtar krau. Ky ishte arsyeja pse Brazili u eliminua nga Japonia. Nga Japonia më fal, nga Norvegjia. Wesley Brazilit që u vra. Po lu. U vra ça igre. Te Gasperini historikisht nuk përmendet te kraut, luajn Sulmojnë goxha, kështu që historikisht mbrojtësat e kraut të Gasperinit kanë bërë shumë mirë. Po mirë një ka bërë mirë Zappacosta, ka bërë mirë Kastanj, Hateboer, emra që kur ikin Hatërbeci. Hate watch. Po tani që ka ardhe Molina te Roma. Po. Kush i bie që do lyn ka? Jo, bëri zbulimin. Ka zbulim. Bëri zbulimin Luli. Emanuele Luli 19 vjeç, ishte i mirë. Luli. Po ishte, Soel ishte i dëmtuar, kishte shqetësim në këmbë Molina dhe e kishte provuar këtë, ishte. Po ky tash. Po ai ishte shumë i mirë edhe në fantakik është me 35 çmim, ëh. Shumë i mirë. Luli? Po, Luli. Emanuele Luli. Juliani. Denis, shkolla -10. Tani me Wesley dhe Luli dhe Luli lut djathtas, Wesley lu majtas. Wesley lu majtas se te Brazili lut djathtas. Po i lut të dyja krah. I luan të dyja krah, Riga. Domethënë Molina dhe Luli do jenë luftë për vendin e djathtë. Luli po jep çik. Nëse me Fiorentinën ishte ndeshje delikate, do të japë edhe eksperiencë, besoj që ndeshjet e rëndësishme në Champions League Molina do jetë. Nuk besoj se do jetë Luli, e kupton? Do të dhënë dhe kot rekuperoj Molina se vjen nga një botror, shkoi deri në finale, provojmë Lulin, ëh. Mbrojtës me 35 është okazion goxha e mirë. Ishte i mirë. Që mund ta shfrytëzosh për këto dy ndeshjet e para, derisa pastaj janë kombëtarët. Ai ishte gabimi i madh, false ndërpyja Pizili. Se Pizilin e kam shumë qejf. Kush? Pizili, talenti i Romës i mesfushës. Pizili, po. E kam shumë qejf dhe thash me Fiorentinën, ndeshje e fortë, siç mendoja para se ta shija ndeshjen në Rigë, nuk do ketë shumë minuta dhe sukses për Pizilin, se thash do jetë ndeshje luftuare barabartë. 2-2 para shkova.
Tash e kanë për titullar. Normal. Pizili Fratezi sa pikë to po. Ke Super Stol. Shkova -10 për të marrë Malen Riga. Përveç Super Stolit FPL vazhdon me Super Stol, ë? Mezi po pres çfarë stoli kanë La Liga. Ata se di çfarë stoli kanë. Ja ta shohim. Po se s'kan bërë për javën e tretë, po pres marrë javën e parë. Për parë. javën e dytë, me që jemi te ekipi jot ta mbyllim. More Malin për javën e dytë. Shkova -10 për Malin, hoqa Acën, po ku mora jo Fratezin e kishte. Kë ka marrë që hoqa Acën ose? Ke marrë Vergara në Napolit. Vergarën që e kisha para se të fillonte, po e hoqa Vergara bëri gol. Kush është? U fut nga stoli. Antonio Vergara. Sofia Vergara. Sofia Vergara, një pirë. E kërkonim neve, doli një lajm kështu që më përpara që e kërkonim Sofia neve. Para Sofia që tua. Jo vazhdo. Ti tha Sofia. Ta mbajmë të ndoj himnin përpara ndeshjes. Ja gjeve. Është Më aktore. shumë po le të mirë. Në sulmin e Tottenhamit do bënte më shumë punë se Richarlison kam përshtypjen. Po, Po. do i shtang të gjithë mbrojtësat, do ishin gjithë kështu. Do përfitonte Marmush. Ramonin e lash sulmi që ka Napoli, Allegri dihet çfarë bën do lut. Jakopo Ramon, legjenda Realit. E lash se Allegri do autobus 1-0, mund dalë edhe 1-0, mund edhe ta shkri Como se fitoj Como, po duke njohur Allegrin. Fulla Vikarion që më pëlqente ai dëmtimi me Samora vesh, nuk ishte serioz apo jo? Jo, ishte thjesht ngërç. E pra se pashi ndodhi diçka, prandaj pyeta. Gila me Venecia do përmbytet nga Gila. Roma Lecce debi verde kuq besoj se s'do ketë, tash qose rreth Lecce unë tash nuk e di pse përfundova, po e pashi Venecian me Lecce. Kishin edhe çfarë thoshte Gabrieli se kam. Jo, shumë mirë ke bër, po se kishin orës 6. Çfarë ishte holandezi? Drejtën Venecia luajti shumë mirë. Luajti mirë, okay. Do të myti Lecën, Lecce ka qenë tërkohës mbrapa. Mbrojtje, pra ne ka bë pikë Gabrieli. Po, gjithë mëricët e Lecës, po të shohësh kanë bë kishin 20 pikë lart. Shumë pikë. Ajo që po bën që nga janari Malen Riga se ka bërë Salam në këto shifrat e gjërat çfarë po bën. Shkoi bëri edhe triplet në një sezon kalendarik që kur e kanë marrë vetëm shënon biri botës. Thonë është nivel Haalandish, prandaj kanë bërë kapiten. Po Kumani botror tha, po fusim Justin Kluivert. Kumani është tjetër gjë pastaj. Po se Justin Kluivert në Angli e bënte ndonjë gjë, kurse kur luajti Malen në Angli, tash me gjysmë penallti me Marokun. Që kam besim ke Malen kishte super. Dal nga vendi i fundit, ç'është kjo? Duhet kishte lut patjetër, nëse punë tjetër. Okej, Denis faleminderit për inputin tënd. Faleminderit juve. Tjetri kush e ka rënë? Kalojmë ke unë. Atëherë vazhdoj me 128. Ka super sub Locatelli anë. Po. Shi. Problemi im është që mua më mashtruan çunat, që më thanë që do luaj Lukumi, po do luaj Lukumi çfarë do ti? Ne për mashtrimin jemi këtu. Vazhdon akoma me naivitet, o vlla. Lukumi bëhet kundërtën. 0, as në stol nuk ishte, mi preu shpresat që në fillim. Po ashtu un kisha shpresa edhe ke mjeshtri Lautaro. Po pse -9 Lautaro, 2.49. Po humbi rast o Denis. Humbi rast. Mori karton humbi rast. Mori kartonin. Dhe vazhdo, shumë mirë kanë po çunat. Po humbi rast me vetë portierin. Minus. Kush është lojtari kur pyet gjithë, kush është lojtari më i mirë në Itali? Lautaro me diferencë. Lautaro kapitan. Për të marr pikë, pastaj është. Imagjinoj kisha pasur Malen në kapitan, imagjinoj sa pikë do bëja. Po si sen kishe pasur 78 pikë. Kështu, pastaj mbrojtje Rahmani normalisht që duhet informacion se Allegri mbrojtje dihet është sinkron i madh Rahmani. Ata ke qellu mirë atë. Ata më zgënjeu siç zgënjeu të gjithë. Se kitë e lash për Yildiz. Thash do bëjmë mirë Yildiz se këta kanë të vështirë ndeshën. Po nuk e dëgjove se nuk e ke asmenin se foli Anira ditë tha Malen me Gasperino për ne mora sa unë se kisha. Sa foli Ani? Jo, isha dakord. Episodin e kaluar e mora direkt. Jo pra logjikën time, tash maksimumi. Jo, thash do i bëj 2 gola Malen, po do i bëj 3 Yildiz, isha në mendjen time. Yildiz duke mos patur para për ti marr të dy se ishin shumë të shtrenjtë. Ishte Ken? Yildizin e hoqë ti? Apo ja hoqja. Është 3 muaj dëmtuar. Jo, dakor, thjesht. Se Ken, kur e zgjodha unë, më fal Fab, kur e zgjodha unë dyshën Yildiz Ken, pastaj dolën zërat Como, gjëra dhe ul në stol Ken. Po tash çfarë ti bëjmë? Pra ne për merkaton që duhet mbyllur kur fillojnë kampionatet. Ja ç'a ndodh.
Po fam, një mendim kam me ty. Po ashtu, pastaj më dogjën pjesa e Komos edhe e Fiorentinës, De Gea doli me 0. Paktën nuk doli me minus, po ai goli i dytë me thënë drejtën ja. 0.08 ke marrë, më pas toj me 0 Po ty ç'a do më nga portieri? Ke formacioni i radhës po ta shohësh, De Gea është zëvendësimi që kanë bërë këtë javë, jo, no man, no Vicario, my heart. My love. E morë, ë? Pas këtë Spencin stol, ë? Normalisht, po. Është ka marrë për javë të tjera. Po, vërtet është. Vetëm po pres që se besoj që edhe këtë javë do luaj Diouf, pastaj kur të filloj Champions League, Spenci do jetë formacion, do bëhet ajo mbrojtja me 5, me shumë mundësi me mbrojtja me 5 do luaj Serie A, dihet ajo punë. Pres dhe Lukumin që të filloj startimin, të filloj të startojë ndeshjet. Me thënë drejtën Como më zgënjeu pak. Como në ndeshje të fortë, se Udinese jashtë gjithmonë transfer. Po e ka ndeshjen akoma më të fortë kësaj jave se më duket luan me Napolin apo jo. Po, me Napolin prap jashtë më duket e ka. Problemi, avantazhi që ka Como me Napolin është se Allegri do i lejë terren. Po. Aty deri ke 16 çfarë do shkojnë lirshëm këta. Çfarë do bëjnë nga aty? Allegri nuk po lu me 5 mërca, po lu me 4. Po 4-3-3 po. Po 4-3-3 në letër lige. Po në letër 4-3-3 është Allegri po pak nuk është 5-3-2 ai edhe me Genon prap mrapa, do në pjesën e parë ishte 60% marrja topit të Genon. Normal dhe të punë nga hajdeni rrot. Si japin rrogën atij më punë. Po më qofse me rezultate në fund drejt ka. Rezultatet duan italianët, por nuk duan. Po prandaj kanë Italia kështu e burse duan rezultate. Italia 4 botore në futboll ka fitu. Pa ja të lutem shumë se s'merrem dot. Po shikojmë spektaklin Premier League. Si e fitoi Arsenali Anglinë, atë Premier League, si e fitoi? Kush? Arsenali. Parkoi pak autobusin fundit se deri po 3 muaj, çfarë 3 muaj? Shkolla italiane, po Champions patjetër. Shkolla italiane i dha titullin, të lutem. Të Championsit. Nëse mos ta kthejmë në versus. Se nxënësi Artetës aty në Serie A është, ë? Kush është nxënësi Artetës? Trajneri i Parmës. Cuenca, po, më duket se përmenëm deri në fundin. Po, është trajneri i set pisit, po edhe unë kam marrë një lojtar të Parmës me sa më i men, një mërc djathtë, mërc majt. Kë ke marrë mo? Një mërc majt kur të vim te ekipi im, nuk e mbaj me emrin. Një legjend. Po. Fabi? Fab të ekipit 2, Locatelli kapiten mo? Jo, do ndrojnë. Për javën jo, mund ta mbash. Për javën tjetër, Locatelli kapiten. Po ç'ka do ndrojmë, do vendos apo të pëlqeu se kishte refuzuar Arsenalin. Po, mori një 17 pikë. Locatelli kishte marrë 18 pikë, ë? Po. Kështu që s'është keq Locatelli në formatin e Fantakikut, nuk është keq, se pasime bën gjatë gjithë kohës. Është gjithmonë qendrë. Ka vetëm një problem Rige që Malen luan me Lecce jashtë. Po, në vërtet. Dhe mos vesh Malenin kapiten këtë javë është Lecce ka super mbrojtje vëlla. Është gabim ta vini Malen. Unë s'e kam vënë. Ka Gabriel, do të marri Milan, për shembull. Baturinën do me marr Milan, inshallah e merr. Faleminderit. Baturinën e hoqja nga formacioni vetëm për arsyeën se luan me Napolin. Torres Vert më duket kishte marrë një 5 pikë, domethënë, po prap besoj që më lart se Baturina do dali. Këto janë fjalët e fundit para se Baturina të bëj tripletën me Napolin. Baturina lojtar i lezetshëm, po. Napolin është fort shumë. Ndeshje e fortë është. Ky është formacioni, tani kalojmë tek vazhdojmë. Kemi Soelin. Okej. Ja kjo është një javë normale. Këto janë lojtarët tani. Mbaruam neve që nuk marrim shumë vesh nga Italia dhe kalojmë ke Riga dhe ke Soeli që marrin vesh nga Italia. Eldizin me një arsyetim si Denisi. Po ti pas ke marrë të dy, si vera do të. Do as ti kapiteni rreth parë se pas ke gjet. Asnjë nga ne se ka gjet kapitenin që të marrë kapiten të mirë. Thash Malini unë e mora për ta marrë gjithë sezonin. Nuk është se mora, po. Set and forget. Thash më mirë Malini çik më pak Kiks apo se sa Lautaro. Se mirë keq Malin që u erdhi 10 janar bëri 14 gole në gjysmën e dytë sezonit. Ildizin thash me Frosinonën, ai gjithmonë është i përfshim në lojën e Juves, thash gole ases do bëj diçka. Po nuk është se bëri pak pikë, se ka bërë diku te 17 pikë. 17 pikë me kapiten, do të ketë bërë diku te 11 pikë ca pikë, e kupton? Diçka e tillë. Nuk është se ka lut keq, por me Malenin do ishin 20 ca pikë më shumë. Kështu që është bërë se Zelinski që bëri gol ka dhënë pikë, Diofi që ka dhënë asist ka dhënë pikë. Po. Anguissa nuk është se pas ka dhënë një pikë shumë. Jo, Anguissa Ramon ka dhënë pikë, Wesley, gjithë kanë dhënë pikë. Ka shumë gjashmëri me Denisin, me thënë drejtë, tash që e shoh.
Po, ndryshimet ato që kanë bërë diferencën kanë qenë Zielinski dhe Malini. Se pak a shumë pastaj tjerat kanë qenë të ngjashme. Për javës tjetër normalisht kapiteni do marrë Yıldizin do e heqësh. Jo, Yıldizin do e heq. Çfarë planesh ke për javës tjetër? Yıldizin do e heq, po shifshe çik sulmuesit nuk po më Siseja do të bëj. Siseja tash është shumë tunduese, është me 33, ëh. Po, është i lirë fare. Është i lirë fare dhe Siseja më shumë mundsi do luaj, jo më shumë, po do luaj titull prapë. Normal që se Leao shkruan më kështu. Leao sepse kemi dhe Morerën, tash nuk besoj të shohim çfarë do bëj. Po. Amorimi Madh tha do luaj. Di që Antoni po pret Morera, na ka thënë gjithë që do fitoj 3 topa të ardhmë, mani men, kështu. Ta shohim mirë. Po tha do luaj. Asnjëri nuk e njeh. Do jetë duel me Chukwueze. Po, nuk e di tash çfarë do bëj me. Nuk e di. Hallesh ka. Si se nuk e fusin ata se është pronësia që do t'i rrisi vlerën në një ide për ta shitur këto të nemi në të ardhmen, kështu gjëra. Ka mundësi të mbyllë si vetë Yıldizin, Marsisen, sepse ka mundësi të heq Yıldizin, Marsisen. Marr edhe një 50 ca kicks i kam në xhep. Siseja lu me Venecian këtë javë. Kështu që mundësi për të bërë një bonus të madh. Edhe pastaj javës tjetër me ato 50 ca kicksa shoh ça mund të bëj lëvizje ose në mesfush. Sepse unë them ai Djufi edhe jap është momentale aty, nuk besoj se plus neshën e mira e bëri se ishte Monza. Se në neshje të fortë Djufi, unë them nuk se ka takatin të luajë te 5 që janë krah, se e pash në fazë sulmuese ishte shumë mirë, e pash Interi me Monzën një 60 minuta pastaj kur shkoi kur bodhe goli 3 e kalova po shifsha komon me Udinese. Po fazë ofensive është shumë mirë Djufi. Fazë defensive pastaj lë për dëshiru se s'ka lidhje s'ka qenë Ermrojc. Do vi moment dispense. Do vi Spence më. Suspense. Na zor po e presim. Jo, nuk është vërtet. Normalisht Milanit na zor po presim të dështoj. Jo nëse kemi në ekip. Domethënë mund të investosh më shumë në mesfush dhe mund që se keni mesfushor të shtrenjtë aty. Jo, s'ka ne yll në mesfush, domethënë, sepse un kam investuar goxha te sulmi, se është Malen, Gonçalo dhe Yildizi janë të tre goxha shtrenjtë. Po. Edhe 80 ca, Yildizi 90 ca më duket, Malen është 100 ca. Kështu që do investoj në një mesfush, mbase do të bëj çik llogarit, po mbase me një mos Niko Paz. Ajo Rabioja do kthehet, besoj, do vazhdoj deri. Jo do ishte. Në këtë skemë nëse do e vazhdoj. Do e fusi trequartiste aty mbrapa. Nëse do e vazhdoj këtë presingun e lartë Amorimi, Rabio supozohet të bëjë gjëra të bukura të mrekullueshme. Siç bëri edhe çik sezonin e Marseilles, që bën 10 gola me De Zerbin, që ka luajtë mbas sulmuesit, edhe ka bërë 10 gola 5 asist, gjë e tillë, kështu që. Okej, pra ta kemi parasysh Rabiotin për javët e ardhshme, sepse mund të ketë një pozicion. Kjo javë nuk është se është i shtrenjtë, plus i luan me Venecia në shtëpi, do supozohet të jetë titular, kështu që. Okej, po. Nëse doni të bëni transferimin në mesfush, Rabiot është një lojtar. Kjo javë pash që kishte goxha neçe ekipet e forta luajshin me të vogla. Interi për shembull ka me Cagliarin. Po, Roma me Lecce. Po. Prap ai Lulja i çuni i ri prap për shembull mund të jetë alternativë. Po. Milani me Venecian. Po. Milani me Venecian. Siseja është goxha alternativë për shembull, se me 33 që është e merr për këtë javë. Edhe e heq javën tjetër. Po edhe Chukwueze është, se me thënë drejtën u përfshi goxha në lojë, Chukwueze ishte gjatë tërë lojës topat shkoshin atje, domethënë, nuk. Me pak fjalë që Milani merr lirë dhe mirë i gë, apo po mos u mendoj gjatë. Jo, jam i sigurt për këtë, që janë të lirë. Për të mirë nuk e di. Duhet më i pa. Ja, duke pazuar që java parë, duke pazuar që java parë, nuk është se duke parë edhe kundërshtarin që kanë fitoi 5-0. Jo, me lojën që bëri Mourinho, se nuk e priste njëri atë lojë. Po pra bëri lojë. Po Amorim for the win pra? Amormia, po vërtet. Edhe Juve me Parmën prap është tash të shohim kush do të zëvendësojë Yıldizin, se është dyshimi Alajbegovic apo Bogaja, apo Valek Begovic.
Ale Begovic mund të futet direkt formacion? Hudhen 30 milionë euro. Tash Po Zhargova, sa mundësi ka që të futet apo s'ka shans? Zhargova nga krau i Zhargova Udinese, lu kraun tjetër është me Nuk ka shans fare. me çunin e ish trajnerit Milanit, kështu që. Është me gjithë investimin ka të drejtë që kanë bërë pa Ale Begovic. Luajnë në shtëpi. Kundër tash Parma është vërtet që vjen nga një humbje kundër Cagliari, normalisht që do jetë më agresive, gjëra nxënës si Artetës, do jetë aty gjëra. Ale Begovic, nëse bën atë investim, është momenti. Ai u vra ylli ekipit, është momenti. Duhet ta tregoj veten këto 2-3 muaj. Ale Begovic. S'ke çfarë të bësh tash, se duhet bësh plane, se po vjen dhe Eintja Rige. Juve Milani do të kenë punë dhe tentën, që do të kesh gati ca alternativa. Me rezerva do luajnë tenteve ato paktën tani në fazën e grupit. S'kan pra janë në këtë niveli që të rezervat që kanë. Pra s'ka Milani, po Juve ka. Po ka ndryshuar pra format. Ky formati i Europa League dhe Champions League ta bësh atë që bëri Napoli vetëm, thonë është turpshme. Po Napoli e bërin Nga Champions. 25, po mirë prap, i bie ta bësh edhe ti në Europa League. Se di, këto Premier League që ndjek unë gjithë fusin rezervat në fazën e grupeve, nuk futin informacionin. Keni Sa lek shpenzojnë shumë. ato, po keni shumë para. Edhe Palas po flas, Palas kush ishte vjet në Ne morëm Morerën 50. konferencë, kush ishte? Ja bom bam. Konferencë, Palas ishte në I konferencë. dham dhe 22. Europa League ishim fina me Nottinhamin. Po, Trego vetën Tobi Hart. Dhe shkon të dynë që finale. Kalojart i fundit. Te Joti. Te kampionit. Ti Erika? Di Marco Ky Polo. është ekipi Bravo, im, bravo. Di Marco Polo, Zbulova. 108. Pra, specialisti i Serie A. Pra Erika. Malen super sulmuesi. Çalhanoglu që boni Se golin. lërg pas ka shku ka i Lontani, më ku i gjet? Këma? Lontani. Pse s'pëlqen? Jo ku i gjet, thon si të erdhi apo ishte. I Parmës, sigurisht është. Aq sa studiova unë me intuitën time, Lontani mund duk si mbrojtës një sulmues i lirë dhe që mund t'i bëjë 10 Ka gola në pato sezon. neshit e kupës italiste. Çfarë me sfushë Erika, ha? Krenar për me sfushën tënde besoj, ha? Mes fusha janë gjithë interestë. Çala po, Barella thash do bëj më shumë se thash lojtar që del përpara mund të bëjnë asist, rikuperon topa, pasime, gjëra, nuk bëri gjë kësaj radhe dhe kam i meni edhe ta heq. Vojvoda 10 pikë kushti fal. Di Marco kapiteni më zgënjeu, duhet kisha bën një Çalhanoglu, Valeri 14 pikë nuk e njoh. Thiago por- Gabrieli 20 pikë. Malenin të kisha. Jo, nuk do e merrsha, nuk do e veja në bot Malenin kapiten sepse ma mori mirë ndeshje e fortë. Çalën edhe mund ta kisha vënë ose Ramosin, që prap do kisha marrë më shumë pikë se më dha Di Marco. Edhe portier kam Merretin e madh, kaq. Thiago Ekipi Gabrieli saktë dhe i 20 pastër. pikë. Edhe Gabrieli 20 pikë. Përmene gjë. Antoni tha është lojtar që ja vlen ta marrësh në fantaki. Super Më ka vjedh ekipin tim. Ty ta këshilloj, se ka vjedh ekipin. Kush më kisha unë kur më thaj? Po ti pra pyet edhe shumë mirë ke bërë që ke marrë. E, pra, po e kisha, po, se po në ne atë kohë pyeta. për kod edhe Milani ishte entuziast si canë. Mirë. Rike do na thosh edhe ekipin e javës tjetër. Ky besoj. Atëherë unë kam bër hoqa Po i Erika? Lontanin. Lontani. Lontanin e kam E kanë stol, ka thjesht e ka E kanë zëvendësuar. stol. kam Frendrup e kishe Frendrup, ke marrë Frendrup. Gjithë i kam, nuk kam bërë asnjë ndrim Jo, se ja, s'ke bërë sepse asnjë dola ndrim. mirë, nuk kam se bëj, thjesht kam bërë ca ndryshime brenda ekipit, kam fut Atën, e kam kishe në fut stol Atën, super po, sa që luajti me Romën, e kishe neshje të vështirë. Ka edhe thonë do pastaj- ringrihemi Dhe kapiten, kam besim te legjenda Gonçalo Ramos, Bro Erika. do bëj diçka. Inshallah nuk na zgënjë. 10 milionë euro s'janë hut kot. Si Santi Jimenez Minus vjet, asi gol gjithë sezonin. 15. Këto gjërat hum penallti, Tani kuq këto gjërat. Neshje më të lehtë ai e ka për në ekipin tim. Po. Mos i rregulli bie Malen o vlla. Super form, 3 gola, Po, Lecce. Unë nuk heci me Ai, bes. bindjen që një lojtar të bëj 3 tripleta rreshte. Bëri pra tripletën, e Është kishe Serie A, se tu kishe. luajnë më të vazhdo. mirët, Erika, ç'është kjo? Kampionati Se nuk është e mundur. Nuk është Haalandej, është Malen. Haaland. Çuna, çfarë rekomandoni për Serie A javës këtë javë që fillon? Të flasin 2 djemt këtu. Jo, un pak a shumë ishim në një mendje këshillat i dham se duke parë dhe ndeshën, nuk e kam parë sa kushton, po s'besoj se kushton shumë Rabiot. Duke parë që ka edhe Rabiot, Venezia. ja. Dhe lojën që bën që po mundohet të bëj Amorim, që ose vazhdon ta bëj atë lloj loje. Në Serie A do ishte shumë mirë, nuk e di sa përballueshme është për Milanin, po i bie që Rabiota do jetë gjatë gjithë kohës afër Portos, ka nuhatje edhe për asist edhe për gola. Rabiot është 84. Është i çikse. Erdhi tashie, do liqen i Rabiot. Okej, t'jap tjetër t'jap Fratezin.
Fratezin ke Lazio kaos total, do luaj lirshëm, s'do ketë presion e Interit, do luaj në sulm, bëri gol atë asist. Nisi me gol. Bëri gol. Nisi me gol nga Stoli. Po ti titullar mund të bëj sa gjëra më shumë, pavarësisht se ke Lazio. Nuk po I futemi Lazios. Që ka si e ka stërvit Gattuso atë. Goli Fratezit që të shkojmë të gjithë. Nëse Fratezi nuk është I shtrenjtë. Po okay. Më po t'jap ekonomike. Vlerët e Interit, Jones, Stones. Se kisha mendu Fratezin pëlqeu, mund ta heq në një nga këta që ka mes fushës. Ke Interi me që është I lirë, do shkoja ke Diouf derisa të vi Spence, duhet para çfarë do të. Po erdhi Spence, pastaj okay, mendohemi. Shtasoeli për sulmin ke Diouf, për mbrojtjen ke Spence, po për vendimin nuk e di pse është krijuar kjo përshtypja që Spence nuk di të sulmoj, nuk e di pse e ka. Spence di dribloj, Spence thjesht nuk di të krosoj mirë. Po më dit krosoj, po jo krosat e porrës. Që kemi debatin me zotin Cicani që golat e Dumfries nuk do bëj dot pyetje. Me shpejtësinë që ka, fizikun që ka, besoj se nëse luan Spence do e shohim gjatë gjithë kohës në zonë ose pjesë më të madhe kohës në zonë, të kundërshtarit. Po nëse për momentin nuk e di çfarë do bëj Kivo, do e provojë në transfer, nuk besoj se do besoj prap Dioufit. Kështu që dhe është dhe emri që ai është shumë I lirë, që edhe Luli është 35. Ajo do ishte me lojën që bërë Fiorentina, jo më të vjeç. Luli 35 ishte sigur kishte 10 vjet që luante në Serie A. Është çuditshme. Edhe si se i Milanit 33. Se shef aty rrotulloi. Po janë afluaj një lojtar I Milanit, nuk ka. Edhe Luli dhe Sise janë afat shkurtër. Si zgjedhë duhet I themi. Jo, Sise ajo. Luli mund të jetë. Se Sise do jetë formacion gjithë vitin? Pas do jetë ky që morën. Jo, përse mund të luajë do të dy krahët. Tash I varet çfarë do zgjedhin. Nuk heqin dorë nga investimi në mëndvjeçare që ti shkoj vlera 200 milionë euro në janar, a kupton? Jo mund ta shesin dhe në janar, nuk është në çudi. City aty është. Edhe lojtarët Fiorentinës mund të synohen këtë javë, se është Fiorentina Frosinone. Sa ndeshi po duhet shoh herë këtë meshën e ditë, se pas asaj të parës nuk ata ose ai bëri dobët, domethënë Mastantuono, po Mastantuono, po vërtet është. Ai portieri Frosinonës ishte super. E thanë dhe çunat edhe herën e fundit që ai portieri Frosinonës ishte spektakël. Okej, kishte edhe Kolomuanin kundër, po prap. Kush ishte emrin? Se mbaj më emrin. Portieri Di që ishte arsyeja pse ishte ngjitur nga Serie A. Next. Next, po gjejmë emrin e portierit, next. Atëherë. Si jemi me pikët La Liga? Kush ka marrë La Liga? Kush ka marrë më pak? Liga. Kemi gjithë. Po, vetëm Rigen nuk e ka me pikë. Rigen sa pikë e marrë Rigen? Rigen me Hila. La Liga. Sa javë do shoh? 100 ca pikë që datë. Javën e dytë dhe javën e tretë. Do bëjmë java parë, java parë ja Kukurea që unë e kam formacion për shembull, Kukurea nuk starton fare. Më griu ki Mourinho duke fut Carreras. Unë gjithë shpresa ke Kukurea I fut Carreras gjithë kohës. Parmizani Rige. Tani sa pikë kishe Rige? Parmizani. Sa pikë kishe marrë Rige? Po se bëm dhe Parmizani. 107 pikë. 107 pikë. Po niset I pra me 107 pikë. Po, 107 pikë. Po sa kisha? Gabimi im ishte te kapiteni. Pra me Yamal nuk bëri asgjë, 5-0 mos bëj asgjë Yamal, është e pa pranueshme. Një Hernandez. Po. Nuk e di as penalltiton tash I bonte Yamal dhe pra ne e mora dhe e bona edhe kapiten. Se un këta gjuj që bëjnë kanë mundësi dhe penallti. Paktën për kapiten. Kam një Hernandez aty të Betis Kuço. Që më ka dhon pik. Po, Kuço. Mbappé hajt mo. Loceco nuk luajti dhe kisha harruar ta bëja super sabin. Pra mund të kisha bërë një Foyth ose një Roka një gjë super sub do kisha marrë ca pikë ekstra. Nga mbrojtja pasaj më dha pikë vetëm Pitbulli ose Pullbill siç I thonë emrin e tij, se Pitbulli super gol, çfarë goli ka bërë Pullbill. Çfarë goli. Edhe Grimaldo, pra double up I Atleticos, do ja vlej besoj gjithë sezonin, nuk besoj do I heq ta dy. Kjo është stol ky batalja priti penallti ky, çka ka marrë 19 pikë ky? Portieri I Rajos. Se jam duket se më tha dikush që priti penallti. Jo, ishte Soria. Legjenda Soria na dha gjithë pikët si këtë javë. Atë nuk e di pse I ka bërë pikë ai, po bravo I qoftë. Hysa pak pikë pas ka mund në ligë. Shit. S'ka luajtur akoma jemi. Kjo është, unë e hoqa, nuk e di, është formacioni për javës tjetër, po me sa më mendon unë e hoqa Yamalin, ka marrë Rafinhën direkt në edhe kurseva dhe ca lek për me investu diku tjetër dhe I kam investuar në mesfush sepse hoqa edhe Lo Celson. Pra ekipi im nga ky që shihni këtu, ndryshimi është Rafinha dhe çka ka marrë tjetër? Munoz, e kam unë Munoz aty, e kam.
Atë ka marrë Yamal, ndoshta Rafinha e ka bërë tash vonë. Po. Ka marrë Rafinhën edhe ka marrë dhe një mesfushor tjetër që tani nuk po më ashtu. Pra ky është ndryshimi se pash që Rafinha bën dhe penalltit, luante edhe sulmus, si qendër sulmus u duke oli Rafinhës me Barça. Ishte më se normale që t'ia hiqja Yamalin me aq shtrenjtë sa është edhe të marrë Rafinhën. Kaq për mendimin tim. Shkojmë ke unë, me që jam i dyti në radhë për pjesën e pikëve. 132 pikë. Një return jo aq i mirë, po dhe jo aq i keq. Fatkeqësisht kisha Ratiun në stol ndeshjen e parë dhe mori 11 pikë, ndeshjen e dytë thash po fus Ratiun në formacion edhe -5 pikë, -6 pikë gati, bëri gabim nga i cili erdhi dhe goli i Sevillas, i Alaveshit, më fal. Po ti Pubillit të shfut pa dashje? Jo, Pubillin e bëra super sub vet. Po të shfut. Sepse hoqa Kubarsin, kisha Kubarsin, po. Edhe mora Pubillin. Pas ke shpëtuar mirë. Pra zëvendësova formacion. Zëvendësova Kubarsin që po i Ratiu të Pubill 5.9. Çfarë bëjmë? Bëri gabim. Nga ai ardhi goli Alaveshit nga Pubill. Duket mori dhe karton verd. Momentin që ti bën gabimin që pastaj të çon golin ke pik minus të forta domethënë. Super. Dhe pastaj unë ndryshe nga Premier Liga dhe nga Serie A, në La Liga i kam bërë jail, si me thënë vetes time, kam burgosur pak veten time, se kam 3 lojtar të Real Madridit, 3 lojtar të Barcelonës, 3 lojtar të Atletico Madridit. Hjulmand nuk ishte mirë, madje shpëtoi paq, sepse gabimi erdhi, nuk ishte gabim si puna e Ratius që ishte ashiqare goli nga Ratiuja, por gabimin e parë te goli i parë te penaltia më saktë e Villarrealit e bëri Hjulmand. Pastaj mirë që nuk ishim lë Normand, se lë Normand i surprizë, se mora Uvën në legjendë. Mos më shkoj mirë afare që lua akoma kë. Po, Uva bëri edhe gol. Ai që tani kur shko ka bë mirë, më thonë. Çdo ditë është. Po. Do ishim shumë kontra. Kjo është. Por ja tani për shembull po luhet java parë dhe siç thash, ku Korea në kam formacion, ku Korea nis nga stori. Prabe? Po, ka fut karrierën. Nuk është se kam nuk është me dyshim ku Korea këto lojtarë të rinj që kanë ardhur dhe burr. Korea lojtar i ri për me gjithë eksperiencën që ka, çfarë lojtar i ri? Në atë ekipë shok. Ka nga botrori, ka nga botrori. Po nga botrori dhe sa është bërë ky Mourinho, është bërë si Guardiola dikur që na ndryshonte, na bënte lëmsh me ato formacione. Ka i Guardiola ndonjë zëvendësim për javën e tretë, vetëm Mbappé, sa aty është Yamali, kapiten do bëj Mbappén kapiten përderisa luan me Malagën në shtëpi në Bernabeu. Lukmanin po e mendoj, por në të njëjtën kohë Yamal luan me Vallecanon në shtëpi në Camp Nou, ishte në fushën e Vallecanos, pastaj fusha e Vallecanos është e vështirë. Vjet ka vuajtur dhe Reali dhe Barcelona, më duket asnjëherë nuk e ka fituar ndeshjen në Madrid në Vallecano. Dhe besoj kam besim edhe ke Soler, tani që është rikthyer, më duket sot starton me kundër Realit, Soler. Okay. Kështu që në ndeshjen po ashtu si një lloj si me Vallecanon, në ndeshjen me me Espanyolin besoj që do si një lloj se Realin, ndeshjen me Espanyolin besoj që do bëj gjë Soler. Okej. Stori pastaj vazhdon po ai dy lojtarët e Celtas, Ila Moriba dhe Febas, dy mesfushorët që mund t'i kem aty për t'i bërë super sub në çdo lloj rasti. Janë lojtarë të cilët ato 10 pikshin çdo javë ta marrin, sido që të jetë, kështu që ka mundësi. Bernardo ishte titullar më? Silva? Bernardo Silva ja ta shoh. Po, është titullar. Valverde, Bernardo Silva. Kjo është javës parë. Mund ta lexojmë po kjo është ndeshja javës parë. Mund ta lexojmë informacionin e Realit, është Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras, Bernardo Silva, Valverde, Arda Güler, Bellingham dhe Vini dhe Kylian Mbappé. Nuk të lu Soler, ja? Po, ja tani po e shoh, po nuk është Soler. Na do gjithë Soleri mirë. Një më pak kush është nuk e ndroi dot. Silva është katruar. Jo, kjo është javës 3, duhet ndroj nga java parë, prandaj nuk e ndroj dot nga java parë. Çarkullojmë top. Po më deshin ta shohim, Se i vetmi zëvendësim që mund bëj është që pastaj të më hiki ky Aubameyang me cilin ka bërë 20 lekë. Obama nuk nuk do vënsoj dot se nuk mund të bëj transformacioni dhe duhet të kthehem në trendin e futbollit Mourinho. Ku e ka lidhje? Duhet për çfarë hajde Premier Ja kam idenë se maksimum e bëra vizë me fushorës që bëri. Lëvizje dëshpëruese të gjithë përpara. Jo, kam Moribën, jo Febas. Sido që tjetë nuk kanë luajtur akoma Celta jam. Po jo Arzabal, luan nga ata Fab.
Oyarzabal, më duket se jo, majtë se e pash, po jo, një sekund, nuk e fura re, Oyarzabal. Edhe Kubo. Take Kubo normalisht, do shkësirë, Take Fush. Po, Oyarzabal, Sučić dhe Oshieng. Okej. Job Oshieng. Vazhdojmë, kush e ka radhën tash? Soeli. Them ke Soeli, okay, po marrim Soelin dhe pastaj 170 ambëlsiran për në fund. Shumë pak pas ke marrë më burr. Pse? Foto vlla. Ne të gjithë nga 150 pikë. Kubo java 3. E po më nderoj, ju thash në Kë ke pas ti vëllai që të ka thonë ju shumë. thash në podin e parë. Për kë? Më mirë Rafinha se Jamali dhe Mbappé. The? Kam një. E shef që nuk gjokam vetëm mua, si nuk gjok Erike. Soria po ashtu. Unë Mishin ata Soria. Hy Rafinha sa pik, Soria, se mund kanë po gabimi është Soria. gabimi është sa kanë bë kapiten Rafinha bën Vinin. Super gabim do kisha bë dhe një 20 pikë tjera. Vinim gjithë që do dilte 15 euro. Tashi Vini thash. Kam besim te Vini unë. E kam kështu si Okej. Valla vetëm ti mund të kesh besim te ai. di, dakor. Unë nuk e kam besim fare te ai. Nuk do i jepja as super lejtar është. as Chelsea në shtëpisë nuk do i jepja aty. Nuk është se harron gjëra, thjesht nuk do të Në javë dytë Soria ka qenë që ka bërë 37 pikë dhe gjithë ne që e kishim na nderojt, Rafinha ka bë 44 pikë, bën një goxha javë. Domethënë ata janë dy lojtarë që po kanë bërë diferencën, Kurse të tjerët normal, pastaj edhe Fornals 14 pikë s'është keq, edhe Sanchez, o janë Sanse, lojtari i Bilbaos. Soler jo keq, edhe Valverde mirë. Në sfushi merr pikë, Pablo Fornals, legjenda West Hamit. Po. Edhe Fede Valverde pastaj legjenda jo e West Hamit. Dhe Carlos Soler edhe në stol nuk është me sfushë balancuar goxha. Edhe stol s'e kam humbë në një gjë të madhe nga stoli. Maksimumi po të kisha fut Laporte vend Kundes. Vend Kundes do kisha marrë një 6 pikë më shumë, domethënë, po jo diferencë super e madhe. S'e kam lënë njërin që ka bë. Kundeja nisi nga stoli apo jo, si ishte titullar? Nga stoli nisi. Nga stoli nisi, prandaj do kishte marrë më shumë pikë. Por javës tjetër nuk besoj se do bësh një ndryshim. Po me thënë drejtë se tash as javën e parë, edhe javën e parë janë dy s'kam bërë ndryshim. Kështu që kam dy ndrime të akumuluara. Edhe mund të shoh të bëj një ndrim sulmi është relativisht domethënë ai për mendimin tim kisha shumë shpresat e Lukmani. Po pra, pash. Lukmani ka qenë flop i këtyre dy javëve domethënë. Lukmani ka i mesatare që s'është i lirë, ë? Jo, s'është i lirë, por Lukmani ka i mesatare të 3 pikë diçka e tjetër, të 2 pikë për këto dy. Unë që e kisha kapitan javën e parë. Duket. Kështu që grupet se kisha thënë, po kam pas gjithmonë Mbappé nuk ka kuptuar. Unë po mendoj të heq Lukmanin, një nga lëvizjet dhe të shoh për i sulmues tjetër, dhe pastaj mbase një ndrim me sfush, po që s'është thënë që do e bëj se mirë keq ata stabil janë, lojtarë. Ti besosh Aubameyangut? Nauba, legjenda? Atë e kisha qenë para se të fillote, që kur ishin këtu thosha, ore ta marr Aubën. Pastaj mora Taken. Nisha si Riga, kur erdhi këtu sa shoh, vazhdo ka Luka. Nuk e di. Po ku di unë që kishte pak. Erdhi lajmi që transferoi. Unë di që ishte në Marseille. Po bra, nisem. Okej. Shumë mirë. Vazhdo, tjetri. Ambëlsira për në fund. Që 45, kaq pak bo. Mirë, që ka mirë këtu. Nuk e prisja. Gjithë nga Soria kemi përfituar. Normal. Mikau Tadze. 145, që ke mirë fare mama. 145 Riga, po ndryshova kapitenin në Soria, portieri, mi dha Mikau Tadze bëri penalti që barazoi me Atletikon. Po kapiten bëra Mbappé, se thash po mirë, s'është këtë do bënte namin. Asisin e bëni, ha? Po pra asgjë s'bëre. Po më gjë bëre se çai ka bë. Ka bërë do ka thënë gjuajtje në poshtë, çka ka bërë? Zhgënjimet janë kanë ardhur nga Asisi, se 7.5 është Asisi. Po ka bërë. Zhgënjimet janë Williams, se nisi shumë keq. Nisi nga Stoli, po nisi shumë keq Bilbao me karton të kuq, për mua si ishte karton të kuq. Fare si ishte kartoni të kuq, po u bë lëmsh. Se Williamsin e mora që në fillim me idenë e sezonit dështuar që bëri Bilbao, sezonin e kaluar që përfundoi në 10 dhe thash këtë vit do futen. Se nisën keq. Që vazhdon si vjet, domethënë ka marrë trajner mirë, ka marrë Terzic trajner. Po pra ka marrë Terzic, e pash dhe atë.
Pas Tercic, Bruce Lee, aftësia e madhe e Tercit Bruce është marrëdhënia me lojtarët të aspektit taktik. Ja bëri golin javën e parë, po javën e E dytë. bëri javën e parë, javën e parë, dytë nuk ishte Silva gjithashtu zëje se si ishte Bernardo i po madh. ç'ku gjete këtë Bernardo? Po se me lojën që të bëjmë që Silva është krijon, bën, mund t'japi asiste gjëra, Ka marrë fund, po Po përse kusht ka. Ai ka shku te Reali me boj çik plazhe pur. Po më Nuk ka mirë, shkuar në nëse futboll. se siç e tham, Po nuk plazh është Madrid. sprint, është maraton. Po piscina, Okay. Nëse Gjithsesi- jam i kënaqur me ekipin tim, do bëj ca ndryshime tash, se ky Auba duke parë që kam Williamsi kushton, nuk është se nuk kushton, më mirë marr Jo, Auba po, ne po. Williamsin. Të 7-8 Edhe i sulmus që deri tash nuk ka bërë as gol as asis. Kjo është Anthony i Betisit, legjenda. Po, Anthony- legjenda dhe gol. Anthony Pashun që kishte bëj super gol, apo ishte për një Po, kup bre. në një gjë. Jo më kampionat. Kampionat? Betis me pikë plota, po. A pra, Po që bre. po super gol ka Anthony. bë gol? Super gol. Goli i javës. Po Nga që- jashtë zonës, që be golin e Ne pash golin, po. Spektakël. Anthony prap ka i mesatar 12.6 pikë për momentin, ka i çmim relativisht të le të themi të përballueshëm, kështu që mund të jetë alternativë e mirë për sa i përket sulmit. Thjesht Williamsin do shoh. traumat e Anthony të United, për ne nuk e morë. Është ndryshe, Ishte është si puna e rikthyer- Savinjos me Savion, ja do shohë Savion si Ishte vjetë. rikthyer më duket bën të vet Budallikun që bëri ke United, që rrotulloi. Atë rrotullimi, piruetat atë? Nuk e Tash du. do filloj Le të renja. vazhdoj të bëj pik, nuk du, nuk e Jo du. Williamsin do shoh dhe nesër çfarë do bëj me Barcelonën. Në qoftë se shkëlqen me Barcelonën edhe mund ta baj Williamsin, mos ta sakrifikoj për Do Aubin. ta lesh dhe javë domethënë. Po nesër o luan, Jo, është nesër pjesë se e është javës java parë, parë. s'kam çfarë të O, bëj, java s'kam parë. ku ta çoj. Është pjesë e javës E parë. tretë. Po ja, ajo Na është ka për javën e bërë tretë, lomsh. Bernal, Martin, Katena, super mbrojtës interesant, dy luftime Ky heroje. Osasunës apo ja. Sunës. Bën kështu dy luftime, fiton, nuk para humb topin, nuk para bën pasime të këqija rige. Kishte shumë pastaj kjo pjesa tjetër Kukun që më ka pëlqyer gjithmonë pavarësisht se është acarus kështu në fushë. Më pëlqen që i ke dhënë besim Maldinit. Ja, beza, e kam pas gjithmonë qef Maldini, që mas asaj gjysmë finales kundër Interit ishte një perl. Dhe Marciniak bëri detyrën në favor të Interit, dhe ishte faull ndaj Martin nga Denzel Dumfries. Çfarë ti bëj? Kam edhe Grimaldo, kështu gjëra, Vargas të Sevillas, Iscon legjendën që s'është shumë formë, edhe Salas i Sevillas. Që është mbrojtësi mirë, Jo, mbrojtësi mirë. ekip mirë. Interesant riga. Tash i kalojmë nga ai Ligon aty. Kush u tërhoq aty? Shumë mirë. Atëherë, jo, Se ishte ai të vjeçari që u tërhoq mo nga A Paris. lere. Një lojtar i Parisit. Lojtari i Parisit. Kaq mjafton. Ricard. Ricard, po. Si- S'të vjen çfarë. Po çfarë them ti vetëm provokon. Stash jo. Edhe unë stash jo. Po të bje celularit, Po na merr. Po na merr Savio. Oh, do jem titullar. Por doli informacioni. Doli informacioni Savio është në stol. Mos. Kush është në sulm? Në sulm. Mikey Moore, Po, Solanke, prapë. Solanke, Mati Dominique. Stel. Është kthy legjenda? Kush ishte tjetri? Mati Stel. Matajs, Oh, Matajs. Guglielmo Tell. Edhe më paktën është gjysma të keq që nuk është Ronaldo. Okej. Tani, edhe një pyetje fundet për La Ligën, edhe bëjmë edhe një mbyllje pastaj për sa i përket Fantakikut. Kë do sugjeronit kapiten për javën e tretë? Tash. Ta zgjejmë edhe tenisi pari me që fillove të flasësh. Jo, po, e kam unë, po problemi është që do ndodhi sot, se kemi Real Sociedad dhe Real Madrid. Po çfarë rëndësi ka për sot? Jo, se është blokimi Mbappés, do vi me një moment, do zhbllokohet Alamalen, do bëja 2-3 gola. Edhe ndeshjen javën e tretë e ka pret Me Malaga Malagan, në me shtëpi, Malagan. që është Me Malaga. skuadër që sa është ngjitur në kategoria, po. Është ngjitur me Ishte play-off madje, nuk është ngjitur si këto dy tjerat si Racing me Që do të Deportivën. thotë, në shtëpi, Bernabeu, gjëra, Malaga. Mbappé do zgjidhja unë ose dikët Real, edhe vinin e se do vi momenti që vini do rikthehet vini dikursh, mos do rrit merret gjithkohës me arbitra me gjëra me. Me mjekë. Kështu që do shkoja ke çuna të Realit, them të drejtën. Okej. Ke Mbappéja kryesisht, po. Ky është sugjerimi jot për Mbappé, nuk është se Mbappé. keni gjë tjetër Ja, në Mbappé. mendje. Pse në Rafinha brenda me Rajon? Jo, pse e kisha gjithë kjo që zhbllokimi Mbappés. Okej, do Tash zhbllokohet. nëse vjen sot zhbllokimi Mbappés që bën 3 gola, prapë ke Mbappéja do shkoj. Okej. Zhbllokimi i të zgjatur. Okej. Po Mikautadze për shembull kapitan. Luan me Mirë ala ndeshje. vesh jashtë. Palovic se ka nisë shkeq, e?
Georgi për mua këtë javë është për të shfrytzuar lojtarët e Barçës dhe Realit. Domethënë duhet maksimizuar se kanë të dyja ndeshje. Reali sidomos e ka me Malagën është në rrezik ndeshja më e thjeshtë që do ketë gjithë kampionatin. Po prapë Reali është 1-0 ose 2-0 do fitoj se Mourinho. Edhe Barça më shtëpi me Vallecanon, për me relativisht Vallecano është është ndryshe brenda ndryshe jashtë. Po, duke qenë se ndryshon shumë fytyrë kur duan brenda ose jashtë stadionit. Edhe për mua janë për të synu kapiten ose Mbappé ose Rafinha, domethënë. Okej. Auba? Faleminderit Djema. Abamawa. Atëre. Për sa i përket Fantakikut, ne do prezantojmë diçka të re, pra nuk është e thënë që ata që nuk e kanë nisur që nga java e parë nuk mund të na bashkohen, patjetër që mund ta bashkohen dhe për t'i dhënë edhe një arsye të gjithëve për të luajtur, sepse mund të ketë lojtarë që për shembull 3-4 javë të para nuk dalin mirë. Edhe pastaj vjen ajo vetvetiu sikur e lëni çik lojën. Për t'i bërë të gjithë të ndihen sikur mund të vazhdojnë lojën edhe mund të luajnë edhe nëse nuk janë mirë 1 muaj ose 2 muaj, kemi menduar që të japim një çmim të përmuajshëm, kështu i thotë, kështu thuhet? Po, kështu thuhet. Çmim mujor. Çfarë mund të quhet kjo? Për konfirmimin? Po, një çmim mujor për sa i përket Fantakikut. Pra për lojtarin më të mirë të muajit. Pra kush del me më shumë pikë gjatë muajit, dhe çuna do na mundsojnë këtë statistikë ose këtë të dhënë në fund të muajit, që besoj do filloj nga shtatori, nuk ja vjen në bogushti. Pak edhe shtatori ka ato kombëtarët, po i kanë fund, po i luajnë 3 javë i luajnë shtatori. 3 javë besoj mjaftojnë, se kjo e gushtit ishte pak shumë e ngatruar me këto javët edhe jemi akoma me 15 pikë javën e parë, ndërkohë jemi duke menduar për javën e tretë. Pra, do fillojmë nga shtatori që çdo në fund të muajit do vim tu dhe do shpallim një fitues dhe do t'i japim dhe një çmim. Për momentin çmimin unë edhe e di, por do ta zbuloj kur t'japim dhe çmimet e tjera për FPL-n dhe për çdo gjë tjetër që do t'i japim, siç dihet që ne çdo vit japim dhe çmimet tona të përvitshme për ligat ku bëjmë FPL, gjithashtu dhe për Champions League. Gjithë e din tashmë, pan edhe Artin që erdhi këtu në studion e Versus dhe mori çmimin, një djalë që i ka lënë bresa të mëdha Denisit, për mënyrën se si e luan, dhe biles Denisi që prej atij momenti ka ndryshuar qasjen e gjithë lojës së tij. Ka filluar të përdori autobusët tani, domethënë. Po, e keni gjithmonë të autobusi Unazës, megjithëse ka punën vetëm 10 minuta në këmbë. Sot njeriu do dalë dhe me celular aty duke parë. Nuk është hajdut xhepash, mos e keq kuptoni. Pika pocket. Ja i Artetës. Sa të heqë çimi nga puna, aty do përfundojmë. Kjo ishte për sa i përket Fantakikut, pra asaj që do japim. Mos nguroni të na bashkoheni, sepse do kemi dhe çmime të tjera për gjatë vitit, po kjo ishte diçka që ne nuk kemi bërë asnjëherë, pra që t'japim çmime mujore, dhe kjo do jepet për arsye që për ata që mbase e nisin keq ose që mund ta vazhdojnë keq, të kenë një synim që paktën për 1 muaj unë mund të bëj diçka dhe dali pari dhe janë dhe mini kompeticione mujore që çdo kush pra mund çdo ndeshje mund të ketë vlerë. Nuk është thjesht 38 javë kampionati dhe nëse ti bën 10 javë të para të bie ritmi demoralizohet se u largova 200-300 pikë nga vendi i parë. Që na kanë ndodhur të gjithë. Gjithë na kanë ndodhur, por në këtë rast duke patur kompeticione mujore, çdo 3-4 ndeshje do shpallet fitues caktuar për muajin që mbyllet, kështu që çdo ndeshje vlen sepse brenda kompeticionit madh ka disa kompeticione, disa mini kompeticione. Një tjetër gjë, ne normalisht këtu do luajmë vetëm La Ligën edhe Serie A, por gjithë ju që jeni tifoz të Bayernit ose të Dortmundit ose Leverkusen, kush ka tifoz tjetër, jo, Paris kemi vetëm për Bundesligën. Ose mund të ketë, po janë akoma shumë të vegjël për të luajtur kur të rriten dhe pak se janë Parisi tani ka dalë si ekip, nuk besoj se ka tifoz i 30 vjeçar. George Wells, çfarë thotë? Mund të jenë tifoz, mund të jenë ata që jetojnë në Paris. M'fal. Paris, ç'është kjo? Ka qenë ekipe ka pas Juninhos, Leon. Po dhe Juli, ka qenë Juli, Ludovic Juli, po. Ludovic ka qenë në Monaco, eliminon Realin në Galaktikëve. Çfarë thotë?
Pse paragjykon më? Thash se tha natën. Natën e thot Se po Arja se shtriste. Artja. Kështu që gjithë ju, ne normalisht, ne me të vërtet nuk e kemi si plan, pra nuk është se do flasim për Bundesligën, por patjetër që na e bashkuar sa mbi 100. Gja janë mbi 100, janë diku të 120 veta që luajnë Bundesligën, kështu që do hapet edhe liga që do jetë ligë mes e Telesportit. Po. Dhe pastaj duke Bundesliga nis këtë javë. Atëherë për gjithë ju, po, kjo është gjë shumë e mirë. Pra për gjithë ju që mbase jeni pak vonë, Bundesliga nis këtë javë dhe mund të futeni ta kapni që nga java e parë Bundesligën. Denisi ka 3 javë që ka bërë. Super ekip kombo, po çfarë ekipi kombo? Limiti është vetëm 3 lojtarë për ekip, kështu që duhet gjeni lojtarë tjerë përveç Bajnit. Nga 16 lojtarë do zgjidhni 15 dhe Kenin. Elmala. Çfarë do bëj Elmala? Keni duhet zgjedh atë, se është si Haalandin Premier. Ja, është më mirë Keni se Haaland. Sa kiks është Keni? 120 diçka. Thonë sa do që të jetë, si gjithë ata të tjerët pak a shumë. Keni do ta ketë vlerën 500 aty nga 1. Unë prisja një 300 kiks, se vetëm ai mund bëj pik aty, po nëse kështu që keni mundësinë me lujt edhe sa 131, kështu që do krijojmë ligën e Telesportit dhe do mund pastaj do çojmë dhe kodin për katës që të mund të futen gjithë çunat. Po, përveç asaj te Fantakiku ka shumë opsione. Unë i kam përmendur edhe më parë, kemi shumë opsione për të luajtur, përveç se Budget League që ne jemi fokusuar sepse është ajo lojë që ne kemi luajtur ndër vite ose diçka të ngjashme. Mund të luani edhe head to head, pra që është liga me njëri tjetrin. Ose draft, besoj. Po, është edhe janë edhe ligat private dhe ligat publike. Ligat private që janë, siç i kemi thënë, që mund të mblidhen një grup miq, shokësh, dhe të krijohet një grup me sa veta duan, deri në 50 veta. Dhe aty lojtarët mund të jenë unik, pra nëse njëri e merr Kane, nëse merr Rigia, se marr dot Soeli, apo nëse Fabi merr Solanken, se merr dot asnjëri tjetër. Unë nuk marr Solanken edhe pa lejnë për në fund. Jo, po shumë e bukur. Dhe drafti, unë kam pas luajtur edhe në FPL draftin dhe është shumë e bukur sepse mund të nëse një ekip i vogël, për shembull e zëm Alaveshi, ja futa kot tani, luan në një ekip që është akoma më keq, asnjë nuk ka lojtar të Alaveshit gjatë vitit, po në drafti merr 3 lojtar, 4 lojtar, se mund të kesh pa limit besoj lojtarët në një ekip në draft, paktën ashtu. Aty s'ka limit, aty mund ta bësh gjithë ekipin Alavesh. Merr gjithë Alaveshin po tash. Është shumë lojë e bukur, unë sugjeroj kush që nuk e ka provuar ta provoj, e gjeni te Fantakiku dhe keni dhe Top 5-in që mund t'ja shpjegoj Soeli pak më tepër. Top 5 është kompeticion dhe lojë disi më e lehtë, më easy. Nuk ka nevojë që ti të kesh pronësi të lojtarëve për gjatë gjithë sezonit, pra çdo ndeshje që luhet në top 5 kampionatet, ti mund të bësh parashikimin tënd për atë ndeshje, për atë rezultatit dhe merr pikët nga 0 deri në 30 pikë për sa i përket në bazë se si del ndeshja në të vërtet dhe zgjedh 5 lojtar për atë ndeshje. Këta 5 lojtar ti nuk është se për shembull, nuk është se i mbart në ndeshjen tjetër. Po, pra, Reali luan me Sociedadin sot, ti e parashikon se si del, zgjedh 5 lojtarë. Po, duhet zgjedhësh paktën një lojtar nga të dyja, dhe të vendosësh një kapiten. Nga këta 5 lojtarë, 4 janë pozicionet portier, mbrojtës, mesfushor, sulmues, dhe një është një wild card që ti mund ta vendosësh, mund zgjedhësh çfarë lloj pozicioni duash. Pastaj ndeshjen tjetër të Realit ti bën parashikim nga e para, zgjedh lojtarët përsëri nga e para. Pra nuk është se i mbart lojtarët nga ndeshja në ndeshje. Kjo është pak më e lehtë edhe si më fan, më kështu që mund të kesh mundësi me bërë gjëra ndryshme, pra me përzgjedh ekipe ndryshme gjatë çdo javë. Edhe nëse ti ke humbur le të themi javën e parë apo javën e dytë, ka shumë ndeshje, për shembull, një kampionat ka 380 ndeshje. Edhe nëse ti humb 10 ndeshje, 20 ndeshje të para, ke shumë kohë për të rikuperuar në renditje dhe për të ngjitur, sepse ti mund të parashikosh çdo ndeshje të çdo top 5 kampionati. Pra praktikisht një fundjavë që luan të 5 kampionatet, ti mund të parashikosh, sa i thon, 30 dhe 99 që kanë ato, 48 ndeshje. Okej, kjo është super. Unë në fakt nuk jam fut ta provoj, do ta provoj këtë top 5-in. Më pëlqen unë s'jam mirë me parashikime ndeshjes, por do ta provoj. Okej, super.
pra përveç ligave tona, Fantakiku si platform ka shumë mundësi për të gjithë ata që kanë qef të luajnë fantazi, të parashikojnë, të krijojnë strategjitë e tyre, nuk është si thua shtëpia e fantazisë për ne shqiptarët, me që është aplikacion që i krijuar nga shqiptarë, por normalisht mund të thuhet nga gjithë bota sepse fundit është universale ose futbolli, po vërtet. Në fundit është fantakik.com, kështu që është normalisht gjithë bota mund ta aksesoj, nuk ka geoblocking besoj nuk duhet VPN për Fantakik. Kjo ishte për sot, nuk besoj se Denisi ekipi im është më mirë se ekipi jot në të gjitha ligat. E shohim. Jo, nuk kam, do e bëj dhe i ligë kot për qef, Bundesliga. Bëj edhe Bundesliga. Do ta bëj. Do ta bëj dhe i ligë Bundesliga. Të sfidoj në Liga 1. Se fillon Bayern pas nesër. E kam pa shumë Bundesliga në vitet 90 edhe deri në fillim të viteve 2000. Kur erdha po nuk është për qesh. Idulli Rigës është Roy Makari. Da e dëgjeni sa vjeç është Riga dhe jo. Un kam qenë deri tifoz i Bayernit kur ka pas dyshën e sulmit Giovanni Elber dhe Paulo Sergio ka qenë një tjetri. Domethënë kur erdha nga Gjermania ato vite, shifsha shumë Bundesligën. Po atëherë ka qenë Stuttgarti mirë, Leverkusen i mirë, Kaiserslautern i fitonte titull janë me Bayernit. Schalke deri diku. Domethënë ka qenë super kampionat, jo si ky që po shohim tani që është vetëm një super ekip edhe gjithë tjerët janë me atë kohë, nuk është sa, fitonte Bayerni për atë kohë. Jo, nuk fitonte një dy vite fitonte Bayerni. Jo, nuk është se fitonte për herë Bayerni, domethënë vitet 2000 kishte Kaiserslautern më duket ka fituar, Werderi ka fituar, Stuttgarti, Wolfsburgu, Edin Dzekon edhe aty Grafici, gjithmonë i harroj emrin Graficit. Kështu që do futem të rikthehem edhe një herë te Bundesliga, nuk premtoj që mund të shoh shumë ndeshje Bundesliga, por Bundesliga ka të mirën që duke qenë se është kampionat me shumë gola, është argëtuar për lut fantasy. Okej, mund të zgjedh vetëm sulmus, mos ta kemi shumë mendjen te mbrojtja. Edhe me fushor ke plot. Po, edhe me 3-4-3 formacioni rekomanduar, jo si në Itali që është 5-3-2-shi. Okej. Mirë bra. Përshëndesim edhe një herë sponsorat tan, Credit Bank, sponsori general, Opa, kuzhina më e mirë që e çmend fare Denisin sa herë që kemi watch along. Edhe biles nuk e ka shumë mendjen te ndeshja dhe ka shumë mendjen te chicken wingsat. Normal, ç'është kjo? Mund ta gjeni në Tiranë, në Shkodër dhe me delivery kudo në shtëpinë tuaj apo kudo që po rrini. Kemi Pokun, një platformë digjitale me të cilën mund të bësh pagesa dhe shumë gjëra tjera për biznese dhe për persona të thjeshtë, si puna ime. Kemi dhe Super Bokun që na i njohim pak buzët gjatë një podcasti gjatë. Ky nuk është i gjatë krahasim me atë tjetrin që bëhet po te ky vend. S'po ja përmendim emrin për reklam. Dhe Fantakikun patjetër që është platforma ku ne luajmë gjithë lëra fantazi që jemi me qindra dhe mira, mund të themi. Do bëjmë miliona do bëjmë. Mos nguroni ti bashkoheni dhe komunitetit ton në Telegram. Kemi dhe grupet për kace, për FPL, La Liga dhe Serie A. Kaq ç'a themun, ne një përshëndetje për ju për të fundit edhe për mua e mbyllim. Neve shifemi javës tjetër me çunat me Denisin do shifeni nesër në Versus. What? Bëm reklamën po nesër. Si ka thënë Gjakova. Do të flasim për Denisin. Çimi. Më çe. Mund të mbyllim. Mbyllim më çe. Dhe Soelin.